Përshëndetje të gjithëve, Qerosa sot na fal. Jena afër sot. Mos prek me dorë, se i kam të dyja durët sot. Bëjmë nxink sot. Mirë sot. Pastaj do të më qit gishtat e komës se s'na dalin. Jo, jemi ke lehtë. Apo do filloj të marr dorën tande. tande. Jo, morësh dhe dorën time. Gani. Sot Lale jemi ke episodi 10, episod super special. Tash për këtë episod special, kena ftuar akoma më special. Jo për të bërë qefin, po ka mungu shumë kohë, ka bë mungesa Lale. Ka bë mungesa, më ka marrë mollë. Pse shef unë e di. Jo ty, jo. Thuaj këtyne. Kemi të ftuar i super artist, një super aktor, një super dublus, Gend Bejko! Gota, pjata. Përshëndetje. Gendi, mirë se na ke ardhur. Mirë se ju kam gjetë. Na ka marrë molli realisht. Faleminderit. Ke shumë kohë, ku je zhduk? Ku ka unë? Jo, unë këtu kam qenë, po e ke parasysh kur ikën nga Shqipëria, domethënë njerëzit trajtojnë sikur ke vdekur. Jo, unë kam parë në rrjetet sociale, po ku je këtu, në Shqipëri? Unë në Shqipëri momentalisht jam në Shkodër. Okay. Vendosa domethënë të rikthehem në trojet e Gentit të parë edhe të fundit. Edhe po vë një shfaqje atje, një komedi. Në rregull. Edhe jam atje momentalisht, po punoj domethënë atë, pastaj do jam këtej. Do kthehem. Do kthehesh deri. Ca ditë domethënë. Ca ditë, jo, se mos na tremben këta artistët profesionistë. Po erdhi do na marri rrogën, do na se ndodh. Erdhi konkurrenca. Erdhi direkt kështu domethënë. Se i kanë vënë re për shkakun kur poston kështu gjëra domethënë erdhën në Shqipëri e kështu kur nxjerrën ai punë kështu bie një heshtje. E kanë nga dashuria për artin, e kuptoj. Patjetër, jo, se dua ta mbajnë në mënyrë konsistente artistike, kështu në Promax. Ose ke nga këta kështu për shembull që erdhi s'na mori, s'na takoi, kupton se a thuti se vetëm unë jam kam kontaktet, ato s'mi kanë. Jo, mbaro ofertën e herë, kupton se. Mund ka mbaruar oferta faktikisht. Në këtë rast i bëjmë thirrje dhe sponsorë. Po, kush ka ofertë, ju lutem na suportoni. Shaka. Na suportoni. Eci, prandaj eci me kokën lart edhe sot kësaj dite se eci me shpallot e mia, shijur Zotit. Ai sa mundem, me pak, me shumë, diku më pak. Avash. Kështu që nuk kam jam sponsor i vetes. Sponsor general vetes. Ka lezet. Ta dim të paktën që të kur zihemi me vete, mos zihemi me tjerë. Po që ke pagesash. Po. Jo, Gendi. Për konkretisht për dublimet, se të paktën audienca që ne kemi dhe bëjmë këtë është kryesisht për dublime. Rrugtimi jot si ka nisë në fillim? Se kjo është një pyetje klasike, pastaj do kalojmë te ronda. Po aty te dublimet në atë kohë kanë qenë një, domethënë, ishin pak a shumë jeti brezë. Domethënë lëviznim aty diku me vite pak, diku me vite shumë. Përjashton ndonjë emër që ka qenë si Ladi për shembull, që kam shumë xhanë. Ladi Saliasi. Po, e takova Ladin madje. Ditën e dytë që kam ardhur rastësisht ishte me të dashurën e vet në rrugë. Me gruan. Patjetër se Ladi i ka sa ta janë gjithmonë të rinj. E takova, s'kishte ndryshuar hiç, më bë shumë qefi. Edhe kanë qenë domethënë përveç Ladit kanë qenë dhe dora e këtyre aktorëve të Piro Malavec apo jo, me Piro nuk kam rastisur shumë rrallë, nuk kam rastisur të domethënë përshëndetim, por nuk kurse atëherë ka qenë se tash kanë qenë dhe shumë në fakt. Po Andja ka qenë Xhunga. Po. Ka qenë Lenskajan, mos gaboj. Lencën e kena bo këtu si të shpis. Medi Gura. Po, Medi Gura, po. Kush ka qenë tjetë? Ledio Topalli, jo. Po, ka qenë dhe Ledio Topalli. Ka qenë dhe Ledio, pastaj kaloi te Çani Ledio. Po. Unë këta i kam pasur dhe aktor në një shfaqje që bëra atyre, Herkulin. Ka qenë një shfaqje në 2002, 2001, 2002, 2003, një gjë tjetër. Po më duket e kanë transmetuar këtë në televizor. Jo, nuk është Herkuli nuk është transmetuar, Herkuli është i xhiruar kështu me ato kushtet e asaj kohe me VHS, me 8 mm është xhiruar.
Po nuk është xhiruar për transmetim. Në atë kohë ishte, ke parasysh, nuk para xhironte njëri nga televizionet. Madje Top Channel sa kishte dalë, sa kishte, madje s'kishte dalë akoma, ishte Top Albania Radio. Okej. Kemi pas bërë një reklam, ka qenë Gjineci që bënte zërat atje, që krijuam një reklam, domethënë video, Ermali Mamaçi bashkë me Bledin, kanë qenë të dy që punonin te Rozafa në atë kohë. Ata u morën me anën muzikore, me miksimet e muzikrave, janë bërë të një, se punonin në atë kohë të një diskotek aty diku te Wilson, te sheshi Wilson. Hajde miksim, hajde. Po. Hajde miksim. Me kushtet e asaj kohe, ke parasysh edhe domethënë ishim një dorë atëherë që si thosh ngritëm këtë shfaqjen, pastaj sigurisht që masi mbaruan shkollat, se unë ndërkohë isha në vit të fundit sapo kisha mbaruar. Dhe një pjesë shkuan te dublimet, merreshin me dublimet. Po. Një pjesë tjetër pastaj ishim që merresh me teatr, unë me aty në teatr kombëtar me një shfaqje. Pastaj e ke parasysh si është arrit, pastaj fillojnë këto punët e televizioneve. Ndërkohë unë punoja në Klan, faktikisht kam punuar gati një vit në Klan te regjia e informacionit, që u fut si koncept atëherë, se deri në atë kohë regjinë e bënin teknikët. Po, sigurisht. Kështu ka qenë domethënë, po me dublimet nuk e dikush më ka thirrë parë, më thon drejtën, se unë edhe shumicën e personazheve nuk i mbaj mend që kam dubluar. Domethënë mbaj mend tek tuk. Atë ishte rasti që po thosha që më thot mi shoku im thash zëri jot, kur po shikonin Kalamajti thash nuk është zëri im. Pastaj kur e dëgjuam ishte zëri im. Dave me në si përfundim që ishte jote. Po, pastaj kuptova se ka pa ca intonacione sa kështu që janë ato lulet e zërit që janë tipike te çdo njeri. Që i njeh secili vetë. Aty thash, okay, që nga zëri im, po shumë më i ri sigurisht, ishte më i, ndoshta çik më rinor si zëri. Më pak i ngjirur. Ndoshta, nuk është si ky zëri që flasin tani. Ky zëri që luajnë gjithë Batman. Bravo. E kam bërë Batmanin. E di që e ke bërë, ka qenë Batmani, domethënë, po Batmani ku ishin gjithë superheronj, një tip seriali, jo Batman. Ka qenë Justice League për bravo, skuadra e drejtësisë. Te skuadra e drejtësisë. Ka qenë ajo. Atë kam bërë aty. Sa vite. Shumica e njerëzve më thon sot e kësaj dite që ngjaj me aktorin e i vetëm në shtëpi. Me ato që ka dubluar. Me Marvin. Si është për shtat. Me Marvin. Ata dy ai dutet, ai ka Shuresi që është. Kemi një lloj ngjashmërie kështu. Ti dhe Milto Kutali aty jeni fiksi herri me Marvin vlla. Po, ashtu kemi qenë në akademi. Se bëj shaka jo, Milton kam pas gjithmonë shumë gjanë, më thënë, edhe kemi pas dhe profesor sigurisht. Milton dashuria akademisë. Milton me atë natyrën e vetë të shkathët, se është ka qenë interesant shumë. Kemi bërë dhe shfaqje me Milton. Po te Marvi, ta ndalemi që këtë Marvi sa është. Marvi. Ta ndalemi çik, na ndalemi. Kush më zgjodhi? Jo kush xhunga. Në mos u gabosha, isha nuk gabojmë, po kam përshtypjen që ka qenë Andja. E kuptoj. Domethënë unë memorien përgjithësi nuk e kam të keqe dhe mbaj gjithmonë kështu rekorde. Po ta dija të isha përgatitur, me siguri duhet të ketë diçka në shtëpi këtu. Duhet të kem kështu rekorde, se mbaj shnime, domethënë mbaj. Dhe do t'i ka ardhur momenti që duhet t'i ruash ca gjëra, sepse në momentin që ti nuk i ruan këto, pastaj njerëzit fillojnë të fantazojnë ku t'u ru, edhe nuk i dihet se ç'nxjerrin nga sfutat e imagjinatës, edhe të papritur ti nuk ekziston më, kupton? Ose del komplet tjetër për tjetër. Pikërisht prej teje ekzistojnë, kupton? Nuk e dia jam i qartë. Jo, je shumë i qartë. Nuk kristal. Nuk ka shumë. Jo, unë kam një koncept për pjesën e Shqipërisë që, domethënë, një nga arsyet që neve çalojmë shumë në progres është pikërisht kjo, sepse ne nuk kemi arritur të kuptojmë që pa pasur një njohuri të mirë për të kaluarën, ne nuk do kemi kurrë një të ardhmen. Patjetër. Ti duhet ta njohësh mirë të kaluarën, duhet ta respektosh të kaluarën me të mira dhe me të këqija e veta, që ti të kesh një të ardhmen. Shumë e saktë. Flasim për dublimet. Patjetër. Te Marvi dëshatoja. Kur e krijoi karakterin. Si do? Ky karakteri është kriju kur kishte kaseta, kaq, të mëdha, DVD të mëdha. Uleshin gjithë familjarisht me e pa, dhe më kujtohet mund të kem qenë
4-5 vjeç mos gabojnë. Karikoje ajo kaseta si fishek sniper. Nuk e ke iden çka kënaqësie ishte ta shikoja atë shqip. Edhe dikush problemi. Tani që jam rrit, domethënë tani që jam rrit, nuk e bëj dot dallimin akoma si ka mundësi që kjo është është bë anglisht edhe përshtatja e të fol mes me buzët e aty në është. Po. Perl. Këtu dalim pak te pjesa teknike. Vetë me që jemi te pjesa teknike, po mendoja tash se nga që unë jam regjisor me profesion, nuk jam. Ke lujt aktor edhe regjisor. E kthejmë këtë pjesën në fillim. I kam vjedhur punën aktorëve, prandaj edhe shumica e aktorëve përveç rasteve kur kanë nevojë për mua nuk është se kujtohesh. Jo, po mendoja për shembull, kjo vendosja e kamerave. Faktikisht kjo, që është kamera ime, duhet ishte këtu. E di, duhet jetë në kënd. Dhe ajo juaja duhet ishte këtu, domethënë për të dalë një portret më kështu se tashin e dalim shumë, ke parasysh? E kuptoj shumë mirë, po. Edhe mua më dalin këto barsetat e Pjesën e dytë. Edhe ne vetë të harruar. I kemi wide angle. Kemi çaj bëjmë. Mirë, shumë mirë. Çfarë po the? Te teknika. Se luajta gjë. Te teknika e dublimit, po. Domethënë, cilat janë ato triket e tuaja kur dublon ose kur ke pas dublu? Po shiko, un kam përshtypjen, domethënë në përgjithësi nuk është se teknikët kanë vojtur shumë me mua. Kur dublonim, domethënë mendoj, të paktën me sa mbaj mend un, tash i duket si vetë mburrje, po më duket sikur i kapja paga prima vista ato me shikim të parë. E kuptoj. Edhe nuk besoj që vuanin shumë, sepse shikoja që bënim 1-2 dubla, shumë rrallë mund të ketë qenë. Ti mundohesh të kapësh atë lëvizjen e gojës, po nuk është se do ta kapësh gjithmonë, se ka pas dhe një gjë dhe për kthimet në atë kohë, kisha momente që ne duhet i përshtasnim, sepse aty për shembull mbaj mend kur një nga kritikat që kam pasur, jam që kritik me veten, po edhe nuk e vëmë re fare. Eksaktësisht për këtë profesion. Edhe shikoja për shembull që atëherë për ta bërë fjalën sa goja e personazhit, futeshin shpesh herë, domethënë po themi disa terma të cilat nuk e bënin fort shqip, domethënë futeshin shumë për emra kot e mkot. Kështu se ne në shqip e themi jam, nuk themi unë jam, përveç rastit kur ti do ta aksentosh që jam unë, domethënë unë jam. Po atëherë bëshin domethënë këto lloj trukesh, kështu dhe unë e mbaj mend që mundohesha të bëja në një rregullim tek këtu, domethënë dashamirësia ka qenë e gjithëve, qoftë nga teknika, qoftë e regjisorit që bënte dublimin. Domethënë bashkëpunim ka qenë, frym bashkëpunuese. Shikoja personazhin, nuk është se mendohesha shumë, se në një farë mënyrë në dublim karakteri është i ndërtuar. Patjetër, Se ka ndërtuar vetë filmin, ti nuk e nevojë të krijosh një. Ja, pra ti nuk bën ndryshime nga karakteri origjinal. Jo, nuk bëja ndryshime nga karakteri origjinal, mundohesh ti përshtatesh karakterit origjinal dhe ta mendosh edhe si do ta hedhësh ti batutën. Sepse ka një gjë, çdo gjuhë ka veçoritë e veta. Domethënë këtë e them nga eksperjenca sepse jetoj në një vend që ka 2 gjuhë. Dhe italishten sigurisht e kemi që fëmijë, domethënë e kemi në xhep se pasaportë. Na e dha televizori, pastaj takuam italianët edhe pastaj përdorëm kartat e tyre falso për të jetuar një pjesë kohë në Europë. Ka qenë një kështu, domethënë te kjo pjesa e gjuhëve ka një gjë për shembull. Po të marr 2 shembuj që i njoh relativisht mirë. Frëngjishtja mbaron me duke u ngritur intonacionin në fund fjalisë. Anglishtja shkon duke u zbutur, duke rënë. Domethënë batuta. Kështu që varet gjithmonë edhe nga personazhet që ti dubloje, domethënë nga gjuha në cilën është personazhi. E kuptoj shumë mirë. Nuk mbaj mend që të kemi dubluar në një gjë në frëngjisht në atë kohë. Ose nëse ka qenë francez, ka qenë i dubluar në një gjuhë tjetër ku ishte marrë nga italishtja apo nga anglishtja. Anglishtja pastaj ka fjalitë e shkurtra. Domethënë ka shumë faktor që është mirë t'i njohësh nga ana gjuhësore që ti pastaj të dublosh, por njëkohësisht të thuash një fjali që përbën që ka kuptim, se ndryshe. Jo, çupa pastaj. Kishte momente për shembull ti lexoje fjalinë dhe trashesh edhe vet. Imagjino kur trashesh ti që po e dublon. Imagjinoj fëmia 5 vjeç apo 7 vjeç që çfarë shikon në shqip.
Çfarë thot ky xhaxhi? Çfarë thot ky xhaxhi? Çfarë thot ky personazhi se kush na shikonte kush I bënte po. Jo, se atëherë ju nxjerrën në fund. Po, dini se shpëtimin në ca periudha fillon të nxjerr në fund to. E vetmja gjë që s'kam dubluar, e them pas sërti janë filmat porno, se nuk më rastisi. Mbaj mendja pas bodha ato po leja mund të keqet. Gjithmonë kam pasur, e vetmja gjë që kam pasur, domethënë kuriozitet te dublimi I atyre filmave ishte si I llogarisnin fjalit. Domethënë sa ishte 1000 lekë fjalia? Domethënë ishin një rreth apo ishin 4 o. Ore, e di çam bën kurioz mos si futeshin në rol, si e njihnin karakterin. Vërtet si e morë vlla. Kam pas. Do të dirësitesh aty o shok. Është e vërtetë. Në lugë të. Po. Po. Dite konkretisë se skaq. Po më ishin ata aty se dhe më e bukur është që në ato lloj dublimesh për shembull ti nuk e di, po të zvoglohen gërmat apo ata po I bëjnë më të vogla që ti bjeri më shumë. Po nga japonishtja, ke dublu, jo këto filmat, jo. Dikush është e keq edhe këta që po flistin. Se ti se di asnjëherë kur do mbaroj. Ajo skena domethënë. Po. Nëse shiko, edhe në ato filma ka pasur 2-3 batuta, trokiste dera, jam hidrauliku, duk. Filmi, traktor. Po. 7.000 lekë po. 7.000 lekë. Tamam. Po. Jo, kjo ka qenë paga shumë. Teknologjia e dublimeve sa mbaj mend unë. Ishte e vështirë, ishte se I shikoja, po në atë kohë ishte programet ishin kompjuterike, domethënë që bënin ato mbi vendosjet e këto. Nuk e di tash çfarë përdornin, përdornin Final Cut apo Premierin, po që Jo, tash besoj punojmë shumë ti me këto që janë jo. Dhe shumica jo. Dublimet në Shqipëri janë si puna robëve që kanë shkuar në Han. Kishin mundësi të shkoshin 50 të zbritëshin, shkon tash ra vërdallën e ulën. Po, okej, jam dakord me ty si logjik, po jo në praktikë. Po tani bëjnë dublime akoma, vazhdojnë po shumë pak. Shumë pak. Është gjunaf në fakt. Po s'kan faj se fëmijët fillojnë të shohin anglisht direkt. Un kam vënë re, është çuditshme, kam vënë re për shembull gjatë këtyre momenteve që dal që shoh, që domethënë se që shikon njerëzit të rrotull, shikoj fëmijë të vegjël që flasin anglisht dhe në një moment mendoj që janë fëmijë, po themi janë fëmijë emigrantësh. Mirë, po kur I shikon në vëmendje nuk janë fëmijë emigrantësh, janë fëmijë që jetojnë këtu dhe thua që është e domosdoshme për shembull kjo gjë, sepse në pjesën e psikologjisë së sjelljes të fëmijës nuk është e domosdoshme. Domethënë fëmia duhet të mësojë një herë gjuhën që jep nëna dhe baba dhe pastaj të kalojë tek gjuhët e huaja, ka kohë. Këtë e them bazuar në studime, nuk është mendimi im domethënë, se kjo është problem pasaj e arsimit, që si kanë nda etapat e sakta. Jo, kjo është pjesa e prindit. Pavajtur të arsimit, s'po flasim për periudhën shkollore. Periudha shkollore 6 vjeç e sipër. Po themi nga 0 deri në 6. Domethënë 6 klaset e para që njeriu merr në jetë, që janë edukata e familjes, domethënë ose mësa kultura që merr në familje, sjellja, gjithë elementet që formsojnë një njeri janë 6 klaset e para. Pastaj vjen edukimi si formë që fëmia shkon në shkollë apo edukohet apo shkon në kopësht apo faktori sociokulturor që e rrethon. Po 6 klaset e para janë edukata e familjes. Pra është në familje që duhet bërë puna e parë, që neve pastaj t'i kërkojmë llogari pjesës së edukimit. E kuptoj shumë mirë. U bëm çik serioz. Jo, s'ka problem. Është mesazhi tonë. Jo, mesazhi që na duhet me I dhënë këto. Se është gjunaf kur I shikon këtë lloj pjese kështu thua, po pse? Nuk ke nevojë. Fëmia jo do ta mësoj anglishten. Unë kam mësuar anglishten 8 vjeç. Domethënë me 15. Na fal. Jo, s'ka, nuk ka lidhje. Domethënë e kam mësuar si thosh para se të fillonte anglishtja në shkollë, fillova me kurse private në atë kohë. Kurse anglishte. Dhe sigurisht që ti pastaj gjuhën e perfeksionon në momentin që ti shkon diku dhe jeton atje dhe nuk jeton duke menduar në shqip, po jeton duke menduar në bazë të gjuhës së vendit ku ti je. Se një nga sekretet e gjuhës së huaj nuk është sa herë dhe mëson. Një nga sekretet është pikërisht kjo, kur ti flet në një gjuhë dhe ti mendon në atë gjuhë.
Dhe këtu ti ke mundësinë që ta bësh ta ndrosh gjuhën, domethënë sipas bësh atë kalimin. Ajo është pastaj për sa i përket pastaj perfeksionimit të theksit që ti jep gjuhës, është pjesa e po themi deri 12 vjeç kur formsohet aparati i të folurës. Aty pastaj krijon, sepse ndryshe rre gjuha në anglisht, po themi në qellës, ndryshe rre në shqip, ndryshe rre në frëngjisht, ndryshe rre në një gjuhë tjetër, italisht apo ku diun se çfarë. Greqishten s'jam kompetent. Jo, so vallaj. Endaksi. Endaksi e vite. Po jashtë nuk e marr fare edhe të mora gjithë pyetjet ai. Jo, do se kam ato marr. Ke ato të ronda ti, fal, tjetër pjesa e dytë. Ndaloj së folur. Të kena qef dhe ne, për sebeb ma i do ta tregoj edhe këtë që para se fillosh të bësh pyetjen për fenomenin e anglishtes, para 2 ditësh ishte, se unë para dal shpesh në kam nëpër Tiranë që i bi vërdall, domethënë, dal për një punë vogël, por që para 2 ditësh vendosa thash po i bi herë kështu të shoh ç'a bëhet, ç'a ka ndryshuar, ç'a s'ka ndryshuar. Ora, kanë fillu me fol indian shqip, e qa janë këto që kanë ardhur nga jashtë, e çuditshme, se këto që jetojnë këtu. Jo, kanë ardhur turistët. Jo, kanë filluar kanë ardhur, punojnë me këto motorristë. Shqipëria është bërë shtad Italie para 20 vitesh që refugjatët vinë këtu dhe morrin punën që si bëjmë dot ne, sepse ne jemi të mërzitur të marrim një punë, do të thënë preferent 300.000 lekë. Jo, se janë bërë 700 tash, 300 kanë ngele. Janë arritur, më thanë, edhe se ishin goxha. Gjoja indianët që flisnin shqip, indian me njëri tjetrin që s'kan arsye pse, filipinez me njëri tjetrin që s'kan arsye pse. Kaloja rrugës fëmijë, adoleshent anglisht. Shqiptare, po flas, domethënë ky fenomeni që po përmendë pak më përpara. Por e kuptojnë ti do ta praktikosh në herë kështu, po jo të kalosh në rrugë me idenë që unë po flas anglisht se kuptojnë këta tjerë, dhe kuptoj se. Ajo pastaj është një budallik me vrirë sepse ti unë për shembull kur flasim shqip atje me shoqen e klasës time. Me Join. E mësum se gjë. Kur flasim shqip atje i themi shpesh domethënë që tani që do flasim shqip që se do komentojmë dhe ne ndonjë të huaj, më thonë. Sa gjaku dhe rreth këtu. Sket. Edhe them mos përdor fjalë me kuptim ndërkombëtar. Që këtu fillon ndryshimi, domethënë ndrimi i Chelsea ndërkombëtar, jo internacional. Se internacional kuptohet si është shqip. Është domethënë edhe mundohemi kështu dhe del në një çat debili. Po debil në frëngjisht është dhe njëjta gjë se frëngjisht është. Derisa ta zbërthej në një nga këta shkencëtarë gjuhësore, më thonë ta bëjë atë. Thuaj më çfarë kriçi, ka bërë nonë ta mori vetë francezit, kriçi. Po që ndodh edhe kjo. Fenomeni i gjuhës është edhe një çik në përgjithësi, shiko, anglishtja nuk është futur vetëm ke neve. Se ne mendojmë që ndodh vetëm këtu, neve sigurisht do na vi keq për njerëzit tanë. Po anglishtja është futur kudo. Domethënë unë takoj edhe kur takoj për shembull kolegë italian, kanë shumë anglicizma brenda gjuhës. Edhe kur kam takuar rastisa në janar isha në Bullgari me një kështu një që xhiruan një gjë. Edhe aty domethënë ata stafi kishin brenda për brenda se unë nuk flas bullgarisht, po disa fjalë kuptoja se për çfarë po flisnin sepse ata përdornin terma anglofon si puna jon. Kudo në çfarë lloj gjuhë, imagjino edhe në Amerikë flasin anglisht, imagjino. Po, është çuditshme. Dhe gëvër edhe di këtë gjë. Do se zakonisht më shumë dëgjon spanjisht atje. Po. Se kanë ardhur gjithë të Meksikës aty. Është një fenomen global që kanë lëvizur shumë sepse dy popujt më të mëdhenj në botë janë indianët edhe kinezët. Po. Domethënë për nga përqindja e popullatës. Pavarësisht se edhe ata pastaj ndahen në kantone, në shtete, në provinca, domethënë nuk është. Po në numër ata janë dhe është më se normale që ata do përhapen kudo. Pastaj sigurisht që në momentin që ti nuk e bën një punë, do vi ta bëj ai me më pak. Puna do bëhet dhe kaq, shumë e thjeshtë. Kemi shkuar në atë stadin tash, po flas vetëm për metropolin Tiranë ose jashtë Tiranës, nuk është kaq fenomen. Edhe jashtë Tiranës ka shumë, por nuk shef kaq shumë sa të shef këtu. Po. Edhe i dallon shqiptarët tash, jo nga çerja, më nga fytyra, po i dallon se kalojnë dhe kështu. Ai kupton ka një tip jo urrëtie, po erdhi këtu na mori punën. Po më ti kur çor shumë mjese ke shqiptarin kështu.
Jo. Shohet sot. Më fal, unë dola sot nga shtëpia dhe mu përball ishte një mace që rrinte kështu. Sa po të mace për tonë valla. Çka ke alla X s'kam dogla, mo I kanë. Edhe ja bëra kështu, se ke parasysh që ta ndjellësh macen, edhe macja ishte. Mos vi indiani. Do vi tigri bengalit të shpërndaj pizza në Shqipëri. Mace pës prap, që s'kene telefon të shoftë e gjë. Okay. Gjete kohën, si halla. Gjete praftal. Do sheqer, dua thaj, gjete kohën. Na s'bëjmë politikë, ju lutem shumë. Okej, kemi në pjesën e dytë neve se. Kështu po e nisëm pas nesër marrëm. Shadow Clone. Edhe që ta dish ti Gento, ne kena morë i super bashkëpunim të bukur, me çunat e so coolit që janë një kaq cool lale sa s'di që të them. E di si jam unë. E në puna që bëjnë është paq cool. Unë jam stej filmit e 14 vjeç dëndër. Dua të po s'kam ku ta çoj. Të vdezo. I kam këtu i shoh po. S'kam që ti mërthej. Zic me dorë lale. Zic me dorë. Unë kom porosit për vete. Ti ke porosit zë? Jo, unë po pres të vi furnizimi që gjysma kamionit është I imja. Ai sa kam porosit unë lale. Po, një gjë, ka plot për gjithë. Shikni këtu keni sukunë, me shikme çfarë grafike, çfarë mrekullie, esin, si që ka mund. Keni Sazuken, keni tjerë pa fund, mishte. Edhe do që si keni, po t'i doni, I thoni dhe I keni. Exakt, edhe super cilësi, që doni ma, Që doni ma, mos doni me ju ardhë në shtëpia aty me ju apru. Si sa të klash. Të vdes, edhe në kaq ka njëllë. Kështu që jepeni drejtime dhe mona lodhni shumë, ju lutem, ju keqen. Edhe po s'keni ide, futuri të Instagrami, shifje dy çaka. Çfarë keni so cool Albania, edhe jep drejtim ai Bobi ani. Shadow Clone. Okej, njeku u kthym ke pjesa 2, qeroso kjo është pjesa jote, I ke ti pyetjet. Do të bëjmë kapelit. Ja, urdhë. Jo se jam rrujt, I kanë inalerat, dikse. Ta muloj unë të shih. Na vran ke shtëpia. Çuna mirë me mjetet e depilimit? Ja. Mund ta Me shikoj. 5 lama. Po, unë kam gjetë një tash kështu, është dese se bëj. A ka mundësi se s'kena më Nga ato shampot që hap ato poret e lëkurës, nga ato bëj reklame kam kohë dermatologjikisht të patestuara. Jo, po pres ndalin tash se kështu bie. Ska unë ashtu përdor një dhe me thënë drejtën si jam okay deri tash. Me pa testuar. Me të patestuar. Okay. Unë kam shtatën e një shampon, I kanë marrë gjitha aqe që janë këto I ka fut mrenë dhe I la që e në shplatë. Duket rezultate. Agullore. Nëse për para se të vazhdojmë të pyetjet Spicy, doja thjesht ta përmendja kështu kot për qef, ose jo. Ky është ai podcasti që hani kështu speca. Jo. Ne jemi tolerant. La mund keqen se tualeti pasaj kështu tu bosu për sajan. Pastaj bëj unë editimet pastaj se po ky për ne. O ti zotëri, po ti që ke çuditshëm. Ta fal. Se apasionohem. Pyetja ime ishte kjo, se unë do të di këto kështu prapaskenat si I thon llafit. A ka pas ndonjë kështu që mund në pjesë sekuencë që mund të kujtohet që e ke lexuar herë, 2 herë, 3 herë dhe ke thënë, "Disi puna po, unë mendoj se kjo duhet kështu" dhe e ke përshtatat e si shprehje the. Diçka që të kujtohet, që të ka ngel. Po ka qenë tash konkretisht nuk I mbaj mend, me thënë drejtën, po ka qenë ajo pjesa që tash për shkak me këto përemrat, këto fjalë të shtuara kot e kot, që mundohesha të gjeje. Kështu dhe regjisorët kanë qenë bashkëpunues, nuk është se ishin domethënë taksativ që jo duhet bërë kështu se s'bën, se e kuptonin dhe vetë që kishte mangësi në atë pjesë, nuk është se
Po në një batut kështu konkretisht jo, nuk është se mbaj mend që thosh. Se te Johnny Bravo për shembull i ke dubluar shokun, pa i ka qenë i Karli. qetë si Karli, po. Karli, Ah, se Johnny Karli ishte vetëm i qetë që nuk ishte. Karli Jo, ishte Karli ishte- me shumë probleme. Me shumë Emocionale. çrregullime personaliteti. Po, A ja madh me zënin si e ka pas ka shumë Karli? anglisht se shqipe ka bë me zonën e vet. Po pra, po jo, çfarë tonaliteti ka pas po përdor kështu. një hundor ka pasur, një gjë kështu domethënë ka qenë, kam përshtypjen. Sa më na fiksa son tash s'po më vjen. Se ti duhet me pyet Tamboricin se ai ka një kështu një lërvish më të lartë. Tani ka bë 46 milion karaktere, ai dhe Suela Xhonuzi. Unë kam përshtypjen që ata Suelën po dhe Suela po tamam. Suela për zotin e Po shumë. Tanin për shembull e di që Tani ishte ka qenë një nga kryesorët, domethënë nga zërat më kështu. Te Naruto ke dublu ti po ka dublu, Duhet kem dubluar. ke dublu Kibën. Kibën. Atë tipin që ka pas atë qenë me vete gjithmonë. Po. Se Tani aty ka pas borë Çimara, s'ka problem. Tani ç'është ka pas Atë e ke aty. E se Tani djepshin gjithmonë personazhet kryesore ata. Edhe negativ. Se nuk e di po. Jo, po, shiko, faktikisht kishte edhe një gjë në fakt, gjatë dublimeve, të paktën unë edhe disa kolegë mi kemi pasur kohën një çik më të kufizuar. Okej. Po themi pjesa tjetër e aktorëve që ishin më të lirshëm ose këta që punonin më shumë në teatr, kishin më shumë hapësirë kohore. E vërtet. Se këta punonin për shembull bënin një shfaqje dhe bënin një muaj apo një muaj gjysmë prova, pastaj kishin vetëm shfaqjet. Pra e kishin më të lirë ditën se sa ne. Neve ishim në televizion dhe dashur pa dashur ishim domethënë 6 ditë javës. Dhe kur e gjenim atë hapësirën e gjenim sidoqë gjithmonë mbas dite, mbas dreke, domethënë mbas orës 3, mbas orës 4 mbaronim punën aty. I shkonim në kinostudio, ku ishin studiot dhe aty domethënë nuk kemi qenë njësoj në sensin e ngarkesës kohës dhe të punës. Unë për shembull pastaj kam pasur, si thosh, kur vërtet s'kisha çfarë të bëja dubloja, sepse kur isha duke punuar po themi paralel me spektaklet, bëja edhe ndonjë shfaqje unë her pas here, si regjisor, domethënë shfaqje teatrore. Ose kur xhironim në një serial apo gjëra të tilla. Kështu që nuk është se kam qenë 100% i fokusuar nga ajo. Në të kundër nga Tani, që sigurisht ishte gjithë. Bëj shaka se unë e kam shumë mikë, domethënë, ne kemi Mi strecësh. Mama kemi pas shoqe, njoh edhe vllajën e Tanit. Njihemi shumë. Për cilin ta po flasin tash, ja Borisi, të roleve Borisi, negativave. po. Të roleve negative. E se ka shumë Tana në fakt. Po. Ishte edhe Tani dublime. O zot, s'me kuptoj çfarë fillin. Tani, po, dhe Tani tamam fiks. Shumë Tana ka pas në atë Vetëm kohë. Tana Edhe ka esnin pas. punët mirë Gjithë në Tana, Shqipëri, në përgjithësi kur gjitha Tanët kanë qenë në për drejtime institucionesh, punët kanë ecur grur, Shqipëria filloi të progresonte. Se ç'a ndodhi pas? E po tani po diun. Erdhën ta dirë. Ne erdhë të rinj trend Mua më pyet, mos e kam emrin Tani. Jo. Po kështu në kohën e lirë, vlla, ai shikon kohën e lirë. Tash dyshoj se ke kohë të lirë, po pa e tentoj mirë si pyeti. Po. Shikon të filmave zetimor ose pjesa këtyre animeve këto? Jo shumë. Nuk Jo është se shumë, e vetëm ke çka kam mundësi. artistë në një festival, domethënë, edhe nuk është se kam parë shumë, domethënë. Sidomos kohët e fundit kam qenë një çik i ngarkuar vetë, se jam duke bërë një master. Prapë? Po, pse çka ka? Jo. Si është pyetur? Por njeriu duhet vdesi student. E vërtet. Po vdisi profesor nuk ka bërë gjë në jetë për veten e vet. Prandaj kam lënë masterin gjysmë unë. Që ta marrësh Vazhdoj para se vdesë. Do ta sjellin diplomën aty urdhoni zotri. Jo, realisht, domethënë edhe masteri që po bëj unë ka lidhje edhe me profesionin e regjisë, por Super. futet domethënë është një alternimi i njohurive si regjisor me pjesën e psikoterapisë. Do bëka në film Hollywood më Këto do të na procesoja 3 sekonda. Lezëm, nuk do bëka film Hollywood, po lekët Kjo është arsyeja domethënë që dhe njohurit kur folëm edhe që parë për atë pjesën e fëmijëve është pjesë e studimeve. Po se unë preferoj të flas për gjërat që mendoj se kam informacion. Për gjërat që s'kam informacion pastaj zakonisht hesht ose luaj budallaj. Bo,
Inteligjent, ë? Është i gojë Sa në kontradiktore është? Luaj Është i budallaj. gojë në trekont, shky, nuk e di Bëjmë ai një që të tunë rrjeta. Pëlqen. Të tunë rrjeta, është i idhët si ty, vlla. Se kështu është dhe ky. Unë vdes për shprehjet kontradiktore. Që ka spec fare. Po va. Po. U si bëj të pyetje se më backfire, e kupton? S'ka problem. Ci penso io da qui. E keni vënë për shumë besoj edhe në jetë në përgjithësi njerëzit që kanë një lloj inteligjence, nuk e di domethënë, po jo gjithmonë njerëzit që luajnë budallajin janë budallin, ndonjëherë janë Ne bëjmë vetë, me koshient. Tash është spec fare për A më mirë mos s'na rastis domethënë për ditë që të rastisim me këto. Kam një shprehje që kam gjetur shqip për shembull, kur bëj regji. Kur për ta sjell trupën bashkë, unë kam qejf që trupat jetë gjithmonë e bashkuar, domethënë, të jenë në funksion të njëri tjetrit, si thosh. Nuk po them që të bëjnë krushi, po për sa i përket punës të jenë gjithmonë në unitet. Domethënë, dhe unitet nuk është fjalë shumë shqip, po ne kemi një në harmoni shumë kontradiktore që shkon për këtë. Që unë them vetëm bashkë. E kupton se Kuptoj, jo, e kupton ti mirë se. Disi është që vetëm bashkë. Hajt ik. Jo, disi është kjo. Na bëj dy byrek, sa i bashkë i veç. Kështu edhe hajt ik është njëjta fjalë, është ik. Kurse kjo është vetëm bashkë është kontradiktore. Se është vetëm dhe bashkë. Por kur thua vetëm bashkë, është më unitare, më përbashkuese. Rri me këta, po fol me veten. Tani je në frekuencat e mia. Bravo, se shqyr mo që na hyne. Hajde speco, jepi. Çet ja vjen. Ikse vazhdo vetë, që i ke gjosat. Unë se më pyet edhe një pyetje tjetër. Vetëm kështu karikohet ky. Rrise. A vash me në dorën. Merë friptheo ajo, si thejo. Het. Shiko, unë jam kurios për këtë pjesën e dublimit, sepse ke dublu filma vëzatimor, ke dublu anime që kanë qenë japonisht, nuk e di, a i keni bë japonisht apo italisht, shumica. Kam përshtypjen shumica kanë qenë italisht, më gaboj. Okej, edhe ke dublu edhe këto filmat që janë me njerëz real. Përshtatja besoj është pak më vështirë, zërit me punë. Po. A ka ndonjë diferencë ose më saktë ke pas ndonjë problematik, vështirësi të filmat vizatimor në ndryshime këto tjere, domethënë. Është distingo. Diferencë shikoje. Te këto me njerëz real, domethënë me aktor real, këto janë më të vështira sigurisht, sepse aty ka një gjë për shembull që kam parë realizime kështu AI të filmave, shumë goxha perfekte. Prap mungon ai emocioni vërtet që mund ta përcjelli vetëm një aktor me indet e karakterit që krijon. Do të thënë dhe që ta kapësh ti tani që ta dublosh, do të thënë atë personin konkret fizik që flet në një gjuhë tjetër, ajo është më e vështira kam shtypjen. Kur dublon njerëz. Kur dublon këto se këto animet kanë e ke parasysh goja është pak a shumë si një lloj pattern, një lloj ripërsëritje të gjës që duket sikur njëri ndryshon syri, njëri qesh, njëri qan, njëri bëhet nevrik. Kurse tek njerëzit është më e vështirë. Se duhet të kuptosh vërtet se çfarë po thot ai. Se nuk është problemi që hajde thjesht ta lexojmë tani atë që thot ai. Pastaj aktori më i vështirë që ti mund të dublosh në çfarë do lloj filmi është vetja jote. Se mua më ka rastisur që të dubloj dhe veten në Andej. Që të dublosh veten? E ka këtu anglisht në pap? Jo, të dublosh veten. Të dublosh veten është çfarë ndodh për shembull në një film, e zëm kur xhirohet merret audio, teknologjia ka përparuar ata ti ke mikrofon në trup, ke dhe boomin nga jashtë, shotgun. Dhe kur vete puna, prap ndonjëherë është e domosdoshme në post-produksion që ti të shkosh dhe ta ribësh një batut. Qoftë për një aksent, qoftë për një sepse ka pas një zhurmë që ata se eliminojnë dorën. Ja, se të bin frekuencë një lloj me zërin. Edhe më është dashur për shkakun që të dubloj një herë ose dy herë disa batuta, po themi. Dhe ishte shumë e sikletshme, sepse ti ti e ke luajtur, por ti nuk e mban mend tamam ta riprodhosh të njëjtin emocion eksaktësisht. Sigurisht që do ta manipulosh prap, se film është tek e fundit, po aty është më e vështira. Domethënë më e vështirë ka qenë të dubloj Gendin se sa Marvin, kur e mendon. Se vetja ishte dhe tani që është shumë ironike. Jo, është domethënë
Ai sa e thjesht mund duket zolla, na pa me jashtë je ti. Po kështu vajta, herën e parë isha. Tani që e mendon se ti thjesht kur e bën atë dublën tate ti je shumë natyrshëm, je shumë vetja jote dhe është vështirë ta kapësh. Jo, si vetja jote karakteri aty po. Po karakteri po në kuptimin që janë emocionet tuaja por që i përcjell. Po se hajde ta riprodhosh ti atë emocion, sepse ka një gjë, emocioni të paktën mua më pëlqen ajo pjesa kur më pëlqen kur ti xhiron dhe aktorët e tjerë janë bashkëpunues me ty dhe si thosh ti në atë moment hedh pret batuta, shkëmben, domethënë përdor dëgjimin, krijon atë marrëdhënien, e cila në film shpeshherë po ta bësh re ka filma që çalojnë në përgjithësi pikërisht nga kjo. Se sigurisht që filmi është teknik dhe jo gjithmonë ti ke partnerin kur bëhet po themi ai plani yt, mund të jetë dikush tjetër që thjesht lexon për ty. Po kjo prap kërkon njerëz profesionistë për ta bërë këtë, sepse kur e bëjnë disa njerëz të cilët nuk i kushtojnë vëmendje mjaftueshëm filmit në proces, kuptohet që ai dialogu pastaj del si një ping-pong me dy tavolinat ndryshme. A kupton? Edhe kjo është dublimi është i vështirë i vetvetes. Ai emocioni që ti riprodhon ta ndihmojnë këta. Ta ndihmon ai partneri, ai kolegu që ke pasur në krah. Ju si bëni dublime dyshës, ke rastisht ti bësh asnjëherë domethënë të dy tani. Jo, gjithmonë tek kam qenë, gjithmonë tek. Gjithmonë vetëm, s'më ka rastis ndonjëherë. Ndonjëherë të vijë në vesh, po themi zëri i kolegut. Po. A kupton, pastaj kur ti nuk flisje me kolegun është problem i madh se ta caron, domethënë zëri aty. Ja, bësh agrasin. Jo, na ganon mua pa merak, mos e vrit mendjen. Po kështu batuta është e sigurt që ju keni dëgjuar shumë që ky legjeni pas ka bogët personazhe. Qa enjoy aty në për ato korridore. Lufta mrena llojit lale është më e rrezikshme se sa kundër armikut. Ka të njoftë për ne vaka drodi. Po ti më vllau thash ti thon teknikut ndërkohë, do të kisha shok më kur. Po çfarë ka ky me këtë rolin? A pra. Po s'bën më çfarë, ky shnosh ky dobët. Po jashtë për shembull pse se ke tentuar valla? Ose po flas kështu sikur e di. Jashtë kam bërë në një 2 në fakt, kanë qenë video game. Tashi nuk i mbaj mend. Okej. Se shiko, Montreali ku jetoj unë për shembull është një nga qytetet, po themi, një nga 3 qytetet kryesore në botë ku jo vetëm prodhohen, por dëshmidia testohen dhe krijohen këto nëpërmjet tyre VFX, efekteve speciale. Po. Sidomos për pjesën e videogameve, e lojrave elektronike dhe ka super studio shumë të mëdha për gjithë këto filmat që prodhohen po themi me efekte, tipi këtyre Marvel për shembull, X-Men apo çfarë do të DC e këtë gjitha. Domethënë janë shumë nga këto që janë prodhuar pikërisht në Montreal, janë xhiruar aty sepse studiot janë super gjigante. Dhe edhe për çështje taksash, produksionet se kanë atë tax credit. Domethënë vinë, xhirojnë dhe kështu punësohet forca vendase e Kanadas, po themi e Quebecut në këtë rast, sepse gjithë teknika janë ata. Stafet që vinë janë kryesisht kryesorët, po themi regjizori, drejtori fotografisë, domethënë këto njerëzit të rreth i ngushtë, aktorët kryesorë në shumicën e rasteve sigurisht, sepse kur janë këto yjet. Edhe bëhen të gjitha në studio dhe domethënë është shumë e përparuar si teknologji kjo e videolojrave. Është gjë fantastike, edhe si logjik. Pastaj është vendi i dytë pas Los Angelesit edhe për industrinë pornografike. Super. Po nuk e di, nuk s'kam luajtur dot aty. Një herë do luajë. Një herë qesh duke përfunduar montazhier pa dashje, se nuk e di, domethënë kur aplikoja për punë. Prandaj po na thoshte për kamerat gjyqtar. Atë keq. Shkova në intervistë pune atje dhe nuk e dija çfarë ishte kompania, sepse kompania kishte një emër që duke kështu si thosh shumë profesional, shik, më thon pa shikoj editor, domethënë, e shkova bëra një intervistë pune. Pastaj te intervista e punës më thotë se ishin 3 ata që intervistonin, domethënë 2 goca i çun. Duket marketingu që aty ndale.
Ato pastaj ishin, do të thënë, ti e ke iden, tha se çfarë bën kompania jonë, i thash, jo, po unë jam profesionist i fushës. Si shqiptar bëj çdo gjë. Jo, nuk kam përdorur asnjëherë atë shprehje, kam shumë inat atë, se bësh çdo gjë do thotë që s'bën asgjë. Edhe ja profesionist, po. Ma shpjeguan pastaj, domethënë se nuk kanë kështu komplekse. Ma shpjeguan, tha, puna konsiston këtu. I thash, okay. Po kemi përshtypjen tha që dhe ti vetë nuk ndihesh komod. I thash, jo, nuk ndihem komod. I thash me këtë pjesë. Po kam unë që të rriun tash të montoj. Pra. Po ti të montuar vegla, zbërthej një motor dhe e montoj nga e para. Je apasionat pas motorit besoj. Gjithmonë. Po ka shumë kopje të mia. Ja, se bëj shaka jo. E mori 15 gjym duket me spon. Po. Se kështu jo babë, rastësisht tash gjithë ata që kanë bler motor mas me kështu gjendë po çepadet ti ato më. Kolegu im për shembull. Çe ke? Asgjë. Unë s'kam se se ke qenë motorat e ti. Po, vdes. Po mirë. Si për motorit u vdes, nuk ka problem. Jo, se kam lësh pak nevojë. Mirë, okay. Me mend kokë lale nuk vdes as. Jo, e vërtet. Po ecë me terezi. Përveç rastit kur vjen një idiot dhe të merr përpara dhe ti bësh vëllai. Do të tregoj super histori tash ta kalojmë çik fani. Shkova mora motorin, nuk se sa e kam lek. Po. Ta gëzosh. Faleminderit shumë. Sa më shumë kilometra. Amin. Edhe me sotin para, larg servisit se amon. Ka një gjë, domethënë, para se ta vazhdosh atë. Unë e them shpesh, sidomos motoristëve të rinj, i them asnjëherë mos ec më shpejt se ëngjëlli jot. Okej. Nuk është se e kam shpikur unë këtë, është shprehje që dhe unë e kam dëgjuar diku. Po asnjëherë mos ec më shpejt se ëngjëlli jot. Pra ec mjaftueshëm brenda logjikës, brenda kapaciteteve tua, që dhe ëngjëlli jot të ditë të mbroj. Se po i ke më shpejt s'të mbron dove. Si puna e makinave, po ecë me 300 në orë, çfarë do lloj makine të kesh ti, nuk është se do të shpëtoj. Ja kishe shumë e bukur dhe e dashurova si frazë, sinqerisht. Shkova mora motorin që po thosha. Edhe nuk e di pse çdo njeriu të mund, që unë jap çerën si manjak motorit. Nuk e di pse. Motoresh. Po. Motoresh. Rrinë motorrat. Të hega. Po të shikoj edhe në atë personazh, mund ta luaj një. Sa shkova, unë biles dhe po e lesha, pa vërsi se e di, kam dhënë motorët dhe më përpara. Dhe po e lesha dhe atë tipe, thash mos bëhem se dhënë si shqiptarë, që amë se e di, se s'pun ditës deli butoni i gjohë, aty që që ke i denë edhe ngellë. Nuk ka patent. Po, pikërisht, për ne. Ti ke patent? Po. Po, ka. Domethënë e kam, e kom të resëm, ka unë me vjetra, që ke? E birë, zot. Jo, se duhet patenta. Jo, se pasaj fluturojmë të 713-a. Qa është 713? Një burg kod numër. është 313. 313 e di unë, po numri që se kanë zjeruar akoma. Kur të bëhet, se kështu si ka nisur në Shqipëri, ka për të bërë një kompleks pallatesh atje. Eksakt, pra. Domethënë do jetë që do jetë vetëm burg. E bo kështu në formuje. Numrat e pallateve 313, 413. Hyrja 4, hyrja 5. Ka 6 e ke di vlla. Se këtu të fuzin burg, masanet bëjnë gjyqe. Po patjetër, ajo është më së ditur. S'ka më gardian burgu, ka administrator pallati. Po tamam. O zoti, mos. A vita makina aty mrena. Po. Këtu është bo. Këtu është bo si sauna. Edhe çdo njeri vlla të njëjtën gjë. Kalina mos jep shpejt. Po. O vlla si kam hyp akoma. Pse duhet të jap shpejt? Ja, si ke hipur akoma ti? Jo, i hyp atë tash. Do po ideja po është se ti hyp. Se tash po ky po na tregon një gjë që s'ka ndodhur akoma. Jo. Zbriti ktheu në temë. Tash kthehemi ke tema. Po. Ke bo i super dublin vjetër që këtë s'do ta ndaj. Këto dy dublimet dhe pastaj flasim çfarë don. Pa. Di unë çfarë thosh ti për Pinoku. Qofse e ma me Pinokun e vjetër fare. Po. Ke bo atë dhejlprën. Po. Ke bo atë dhejlprën. Me kështu këpuz grisve. Sa kujtohet ajo si s'ken që e kapin Pinokun atje. Se të dhët hajtë se të mësoj Lali dhe si është një. Shkërmbërlivi. Se si që ka qenë. Ajo ka qenë dublimet e para, më e menë. Ose që i ka bazbot topi. Mos të më është e para. Një ndër të para që ka qenë... Topi e ka qenë dublimi topit. Topi dhe Eldorado. Jo. Më vonë kam fillu këto të aja.
Me sa di se ne diskutuam dhe kur ishim me Olën këtu. A me vinin, nuk e mbaj mend me Bëj një gjë e tillë, po Jo me Marinë, më fal, me Marinë ka qenë, po është bë diçka tjetër Erlin, se janë disa dublime që janë bë. Jo, ai është Pinoku parë fare. Pinoku parë që është me animimit i Disney. Po, Disney. Po. Me Xhiminin e vogël që është me kapelën blu. Po. Me zanën. Po. Që futën me në balenë. Bulti. Po, bulti. Dërgjegja, po. Ajo ka qenë ndër të parat, se më men ajo dhe Eldorado kanë qenë. Dhe Eldorado, po. Dy të parat. Po. Këto kanë qenë dy të parat që janë dalë të topi, pastaj filloi te Dyaja dhe te Xhesi. Okay, domethënë ato pas kanë qenë te studiot e topit, jo te Po. Se faktikisht kanë qenë edhe disa studio të tjera të vogla. Ka qenë Gjiksana, më duket Neri Gjiksana dhe ai ka pas punuar në top ai apo Vuksana. Vuk ndoshta. Gjiksanës me sepse është bo për shumë Arlino është bo bandi është bo kok për kok me Pinokun. Një vit para, një vit brapa gjë. Kanë qenë domethënë kanë qenë disa studio të vogla, të cilat punonin më pak sigurisht, se domethënë ishte kryesisht monopoli ishte gjithmonë. Te AAja, po kanë qenë disa studio të vogla në fakt, po nuk i mbaj mend se çfarë filmash janë. Mbaj mend ka qenë një film për shembull, ka qenë një variant i Ksulkuqës. Po, me njerëz. Jo, animuar, po animuar 3D dhe ishte pak si variant shumë si çuditshëm ai, si dark, si errët. Tu se kam pa me thënë drejtën. Do më kujtohet për cilë të di që e kam pa. Edhe aty kam bërë caun, ishte me ca detektiv, ishte trajtuar kështu si murder. Po s'ka qenë detektivi Conan ai. Jo, Ksulkuqa ka qenë. Po ishte kështu alla murder mystery, domethënë. Që ishte një si hetues që investigon, domethënë hetonte këtë vrasjen e gjyshes. Ku di unë se ç'kishte ndodhur aty, përdhunimin e ujkut. Se ishte. Pse i ke gjitha kaq sterta më të keqen? Unë vdes për humorin e zi. Kjo është humor i zi, është veti e njerëzve inteligjent. Këtë ma ka thonë. Digjon ti e the. Ripërsëritë, nuk ka problem. Patjetër, pra. Unë se kuptoj pse e ulur në mesin tonë. Jo. E bie nëna bie. Po te kjo te Pinokun e mbaj mend, ka qenë dhelpra. Ka qenë dhelpra me atë machokun që i shkojnë i çojnë këto, i merrnin mendjen. Eksakt. Si ka mundësi edhe, se tash që për shembull shikojmë shumë gjëra që janë relate me, domethënë bëjnë sens tani në ditët e sotme, që bënte shumë lidhje kjo ishulli Gallatës me ishullin e Epsteinit për shembull, që merrnin. Te Epsteini bënin gjëra të tjera. Po, ti po thua për ti po thuaj që këto si parashikime që bëjnë po pra, këto të Disney të tipi Simpsonit dhe i këtyre. Nuk e di ç'bëri një kështu zup apo ishte tjetër. Jo, s'ka problem. Gjëra këto. Meetingësh për shembull. Po shiko, ti ke shumë se ti ke po themi ke dy shkrimtarë të kohës këtë thuaj më George Orwell me Axon Hadley. Të dytën. Axon Hadley është profesori i Orwellit. Okej. Dhe ata kanë bërë dy libra të ndryshëm, domethënë. Aldous Huxley ka bërë këtë me një ishull. Prit mos e ka marr. Titullit. Nëse domethënë ka bërë një ngjallave që mbaj mend një libër që fliste për këtë. Ka një kështu, ka titullin tjetër ai. Nëse okay, ide e botën e re, domethënë, po të dy janë parashikues të asaj që do ndodhi. Domethënë Orwell ka qenë me 1984 që parashikon mënyrën se si po themi në një të ardhme bota do jetë nën efektin e diktatit, ku çdo gjë është e kontrollueshme, ku çdo gjë survejohet me kamera, që është Big Brother, format e Big Brother për shembull, domethënë është pak a shumë kjo gjë. Aty ka marrë atë spunton me shumë mundësi, mos u gabofsh. Ndërkohë që ky e trajton këtë ishullin Huxley, e trajton në formën tjetër, e trajton si njerëzit në një farë mënyrë do vetë izolohen, ku është një pilulë e cila i heq të gjithë emocionet negative, domethënë që e quhen soma ai, si duket që prek sistemin somatik. Edhe domethënë janë dy teori të ndryshme, po të cilat parashikojnë dhe realisht neve sot, mas kaq vitesh, domethënë
dekada më pas, neve jemi pak a shumë në të dyja format e këtyre. Diku është diktati, diku është kjo manipulimi mendor që ti vetizolimi, a kupton? Pra, nëse ka dy parashikues, po themi të botës që ne jetojmë sot, botës moderne janë pikërisht ato dy. Dhe në vazhdën e këtyre, si kjo që po them unë tani për shumë, po të kisha mundësinë unë bëja një film, do ta bazoja, po themi, nëse do ishte me këtë lloj tematike, do ta bazoja tek këto lloj filozofisë që ata kanë hedhur në krimet e tyre. Se ato janë krime artistike. Por nuk janë thjesht artistike, por janë një farë forme edhe parashikuese. Ka një kuptim për brenda, domethënë për te rreshtave ata kanë atë mesazh. Kështu që nuk është ndonjë çudi që njerëzit po themi që kanë krijuar këtë lloj, mos kanë pasur këtë lloj ideje në kokë apo këtë lloj parapërfytyrimi të gjërave si do ndodhin. Unë para shumë vitesh diku lexoj që do vi një moment thoshte që nuk e di tash është 20 apo është ndonjë tjetër se ndonjëherë ke parasysh sot janë mbushur rrjetet sociale me citate që realisht jo gjithmonë ata janë autorët. Se e ke parasysh thjesht për të marrë ca klikime më shumë, për të marrë ca share më shumë. Dhe po do vi një moment që domethënë ignoranca do të shtohet aq shumë thotë sa që inteligjentët nuk do preferojnë më të flasin. A kupton? Dhe neve jetojmë momentalisht në këtë lloj. Po ta vësh re, njerëzit inteligjent kanë filluar të largohen sepse thonë që nuk ka më shpresë. Një njeri që ka dy parë mend nuk rrit zbrazit vetëm që ti mbushi mendjen tjetrit. Domethënë është në mënyrë instiktive ajo. Është një lloj mekanizmi vetëmbrojtje po themi që ti thua, pse do lodhun trut e mia, domethënë të mbush mendjen e dikujt që e ka vazën e trurit me vrim, domethënë do t'i rrjedhi prapë. Në këtë sens, bota po shkon drejt asaj pjese, fatkesisht. Njerëzit po izolohen, gjithë janë viktima të kutisë vogël të Huxley. Kështu që se dim domethënë ku do shkojmë e si do shkojmë. Por që është shqetësuese, është shqetësuese. Dhe këto janë parashikues. Këto i kanë parashikuar për shumë kohësh. Kjo është e bukur, domethënë këtu qëndron ajo edhe paradoksi që ty ta ka dhënë, është kjo, mos është kjo si kjo sindroma që ti do ta fshehësh diçka lera aty përpara se s'ke për ta gjetë para syve. Po, nëse do të fshehësh diçka mirë, fshihe në një vend të dukshëm. Domethënë s'ka për të shkuar mendja edhe njëta gjë. Ke pafund kështu. Po di mor. Po, çfarë më kujton tani që po flisim, po më kujton te futbolli galaktik. Nuk e dia, ke pa shumë i vjetër, është francez, original. Po, ka qenë te italianë. Tani emisioni Big, ka pasi një emision Big që jepte një 3-4 seriale përgjatë. Duket po. Ja, do ta gjejë tash ta shoh. Kjo është 94. Po ka qenë me ato që i binte topit ai dhe topi shkonte 30 sekonda në ajër, pastaj po, edhe mos ka qenë ajo që mendojte. Ky ka qenë futbolli galaktik. Po më po, shumë i saktë. Ka qenë me këtë 3D. Po. Sa mos e ngatrojmë Oli dhe Benji. E di kur ka ky si serial ka dalë Oli dhe Benji. Po, ai që shkote topi herë këtej, pastaj futej anë. Ai ka qenë Oli dhe Benji. Po, ka qenë ai tjetri. Po, kjo ka qenë 3D, kjo ka qenë më futuristike atëherë sa atëherë. Po, atëherë në 94-ën e kuptoj, kur ishte akoma Ronaldo që lunte, nuk ekzistonte pozicioni jashtë loje, këta kanë nxjerrë aty varin. Po. Sistemin VAR. Po, domethënë pa arbitra në fushë, ti je robot që shkosh në tepat e fushës me kamerë. Ka dhe diçka, se ndonjëherë edhe lidhen gjërat. E zëm, po themi, ai që ka parë këtë në 94-ën, sot sa vjeç mund të jetë? Varet sa vjeç ka qenë atëherë. Po mund të jetë pikërisht ai personi që duke parë këtë lloj seriali ka thënë, "Ore neve kamera ne kemi, pse mos ta krijojmë këtë lloj sistemi që ta vëmë lojën në kontroll." Kjo pra ndonjëherë sugjerojnë njëri tjetrin. Kjo është e bukur. Ti thua diçka, unë e marr atë, më ngelet mendja dhe mbas sa kohësh unë shpik diçka. Është si puna kur kam qenë i vogël, unë shikoja në ëndër, po shumë i vogël, e ke parasysh dhe në atë kohë nuk kishin dalë as këto orat elektronike. Dhe më është fiksuar si tani, më dukej shumë reale, si kur kisha një orë, ku shikoja televizor, shikoja film të ajo ora. Imagjino dhe mirë po ishte aq shumë reale sa që realisht mendoja që kjo ora ekzistonte.
Po flasim një moshë, domethënë sa mund të qenë 7-8 vjeç, domethënë që je s'kishte shanse. Edhe telefoni ka qenë Alozana, s'ka pas kështu. Jo, s'kishte. Jo, vash, e çove në epokën e Nuk gurit. ishin në atë kohë një herë domethënë telefoni kur kam qenë unë se domethënë 7-8 vjeç unë i bie ka qenë viti 87-88. Më kanë qenë telefonat me kabull, ku ka pas kështu me antenat herë. Po jo me kështu se me manivel Boardwalk Empire dhe Steve Buscemi. Alo Gjormi, babica. Jo, po ishin për shumë në atë periudhë nuk është se kishin gjithë telefon në shtëpi. Ne s'kishim telefon në shtëpi për shumë, se telefonat në shtëpi ishin përgjithësisht me autorizim dhe ishin kryesisht po themi kishin telefon doktorët, këto njerëzit e pushtetshëm të komitetit, domethënë këto njerëzit që realisht telefoni ishte një luks, po themi. Domethënë. Kështu që në atë kohë ti shikon një ëndër të tillë. Hajde merre veshtin. Sot, domethënë, pasi unë fola me Steve Jobsin, domethënë ata vazhdojnë. Ja ku ndodhi për Iku dhe fonda. Jo, por realisht për shembull, imagjinon sikur të kishe lindur në një vend tjetër dhe ti në një siç jemi ne tani që po bëjmë këtë podcastin dhe unë them këtë gjë dhe mbas po di unë mbas X vitesh dikush që e ka dëgjuar këtë podcastin kur ai qenë i vogël merr edhe e bën një gjë të tillë. Kuptohet, jo televizor në orë sepse xha kjo është. Po, rast konkret është një serial që kam pas parë para disa vitesh, ka qenë 2017-2018, The 100 e kanë, nuk e di atë. Duket se po, si e dëgjuar. Kanë 100 episode, por që domethënë ideja e gjithë kësaj është që bi genocid në tokë se AI merr në kontroll, domethënë ky ka dalë 2013 si fillim. Domethënë AI kontrollon gjithë sistemin e botës edhe shpërthen gjithë bombat nukleare, detyrohen ta dalin hapësirë për shumë vite, dhe zbresin pastaj për test gjithë ata që i kishin dënuar të rinj, i zbresin tokë në formë dënimi, po edhe testonin që a ishte bo toka e jetueshme apo jo. Ne si përballen me realitetet ndryshme këtu, ca kishin hyrë shumë thellë në tokë, kishin zbardhur. Sezoni 7 më duket mos ka bëja 6, është një pjesë që këta kanë një lëvizje interdimensionale edhe shkojnë domethënë në një tokë alternative, te kjo tokë alternative këta kishin një Neuralink që e nxorri Elon Musk pas disa vitesh, që ti mund t'i bëje storage memorieve tuaja, ndërgjegjes më saktë. E di si më duket kjo mu? Si e marr nga Harry Potteri, valla që shkote Dumbledore vetë atë shkopin te koka, kështu dhe e ishte e futet te kazonin me ujë. Ore, ajo ishte original. Shiko, këta i vrishin, e di kushte e bukur se më pëlqente edhe metoda se si e kishin ndërtuar këtë gjë se këta, domethënë e bënin këtë gjë në moment këta të pasurit. Mora vesh, mos u ngatromo. Këta krijonin klone. Okej. Që Japonia sot po rrit klone në ritëm shumë të shpejt, e kupton, është diçka që po ndodh. Edhe këto klone, ta tani që i merrnin ndërgjegjen, një chip që këta e kishin, tak fapja vinin klonit, edhe në momentin që ndodhte kjo, fikesh e ti dhe ndizesh e klonit dhe vazhdonte jeta. Cyberpunk që kanë bota është një seriali, është e njëjta gjë. Po. Është e njëjta gjë, ai të merr atë pam me fut ti. Po shiko. Po ta mendosh holl për shembull, asnjë gjë nuk është e pamundur. Unë në 2005 kam shkuar për herë të parë në Montreal. Isha aty, është ky port i vjetër, domethënë. Është qyteti i vjetër, si thosh, pjesa e vjetër e Montrealit ku kanë zbarkuar për herë të parë francezët, më pas anglezët. Edhe tash është zonë turistike. Aty është një si tip muzeu i shkencave, që ka gjithë to shpikje të ndryshme, domethënë që kanë të bëjnë me kërkimet shkencore të studentëve. Dhe me mbaj mend si tani aty ka qenë një monitor me drita që thoshte çdo gjë është relative zoti Einstein. Do të thënë ishte shumë e bukur, sepse ne dimë që Einsteini u mor me teorinë e relativitetit, po. Dhe kjo ishte një shprehje që kishte dalë nga studentët që thoshte çdo gjë është relative zoti Einstein. Tani imagjinojmë po ti futemi kësaj se sa interesante mund të jetë që realisht në tokë mund të jetojnë në dimensione të ndryshme, botë të ndryshme, paralele. Pra edhe këta njerëzit po themi që në një farë mënyrë parashikojnë. Nuk është një çudi që mund të jenë njerëz që mund të kenë lëvizje në dimensione. Ne vetë mund të jemi një lloj matriksi, kupton që ne ndjejmë dhimbje, kupton, i ndjejmë të gjitha në mënyrë shumë njerëzore, po kjo nuk do të thotë që ne realisht ekzistojmë. Pra
bëhesh shumë filozofik pastaj, se futesh bëhesh. E ke fizikant këtë mos e vrit me. Okej. Po mirë, të pëlqen kjo pjesë. Po, të ke dalë në habitat. Është një teori që thon këto deja vu që i ndodhin njerëzve. Glitch, Matrix. Flashback-sat që është më pak si çerek sekondi, është thjesht përplasje interdimensionale. Domethënë ti thjesht bie në të njëjtën frekuencë me dikë tjetër që është, domethënë dikë tjetër tëndin që është në një dimension tjetër. Shiko ç'a ndodh. Shkencërisht që në studimet e fundit për shembull provojnë transmetimin genetik. Domethënë përveç transmetimit genetik është dhe transmetimi i kujtesës, dhe transmetimi genetik, sepse vetë geni përmban ka kujtesën e vet. Dhe neve deri më sot kemi dëgjuar për shembull që flitet për teorinë e rimishërimit. Domethënë që njeriu rimishërohet, kalon shpirti, kalon në një dimension tjetër, kështu e kanë shpjeguar atëherë. Po. Nga ana shkencore, shkenca po e provon që kjo është e vërtetë. Sepse kjo ti transmetohet nëpërmjet genit. Se ti ai geni je. Po, ka të nukleotide kryesore. Ti je një gen, domethënë i cili je i përbërë nga dy gene të ndryshme. Pra bashkohet geni i nënës tate me babën tat dhe del del ti. Del një gen i ri përmirësuar. Ti je 50 me 50 genetikisht. Pra ti nuk i ke ngjarë më shumë babait ose më shumë nënës. Ti genetikisht i ngjan të dyve, ke marrë të gjysmat e të dyve. Ata kanë marrë gjysmat e dy të prindërve të tyre dhe këto lloj genesh transmetohen. Dhe duke u transmetuar ky lloj geni bashkë me kujtesën e vet ti në një farë mënyrë je rimishërim i genit tënd. Pra dalim te teoria e rimishërimit që ata e shpjegojnë në mënyrë mistike. Shkencore po provohet sot që është kështu. Po se ti kishte ketë mbartur gen nga para arsit e tu. Tash me siguri do dalin në komentues dhe do thotë, e po kur u bë dhe ky filozofi, Jo, kështu që gjeni rap hajve kur të martoheni se do të bëjnë gene të zinge dhe s'do merret vesh të dalë. Po. Kështu që mos i të merro vlla se bot të merrohen. Del edhe në një fandaksur pastaj kështu mashkull mua një tuf me flok thotë ja marr genen ti se më duket shumë djalë i zgjuar. Për ne i heqën. O mortje. Po realisht për shembull për te shakave, kjo po ta bësh re shkenca gjithmonë sa vjen edhe po bashkohet me të gjithë teoritë po themi filozofike apo mistike që janë diskutuar deri më sot. Apo teoritë apokaliptike për shembull, që se qoftë edhe në librat e shenjtë flitet në të gjithë librat e shenjtë flitet për atë që do ndodhi, si thosh mas një katastrofe po themi do ndodhi diçka tjetër. Dhe ka ndodhur, nuk është se toka për shembull nuk është se si ka ndodhur, se prandaj janë epokat e akullnajave, prandaj se të gjitha janë të provuara këto. Po flasim për gjëra të provuara, nuk po flasim për teorikisht shqipen që vjen nga Ilirishtja, ku diun këto. Jo, këto e do të flasim për gjëra që realisht shkenca i ka provuar. Gjëra që shkenca i ka provuar, i ka provuar. Është një teori që po shifsha unë se pa ka lëmë komplet teori konspirative. Nuk e dal për dublim, do flas, ne po dublojmë. Ne po dublojmë ndërkohë. Do më larg. Po. Tregon dhe një teori konspirative duke kap këto pjesët shtresore të tokës, gjurmët që kishin lënë, tregonte që çdo X vite, nuk e mbaj mend me mijëra apo me miliona, një sekond, ta di unë. Ta them unë. Ta dish një herë pa ta them unë. Toka psonte një restart. Pra kalonte po prap cikli nga e para. Pra sikur njerëzimi arrinte deri në një farë zhvillimi, po, dhe pastaj ka një edhe thjesht kalonte restart. Një lloj si telefoni. Dhe përsëritej po prapë etapa. Një nga lojrat e para elektronike që kemi pasur ne është Super Mario, që kemi luajtur ne të paktën. Tetris është e para, mos gaboj. Po thot. Jo e them që kemi luajtur. Jo që ka dalë në botë. Mendoj për veten time se unë për shembull lojën e parë kam luajtur në televizor, në mos gabofsha. Te Teletexi. Po, Teletexi. Unë bajmon të hynë ca Nintendo kineze, që ishin me leva, kështu që thyeshin kollaj ato, që kishin Super Mario, ato lojë me tanqe, me aeroplan, ka qenë një që vetëm e sta aeroplani. Ka qenë një makinë, pastaj ka qenë që gjitha të shigjetën kështu. Ka qenë edhe me pistolet, me rosat, pastaj. Me rosat. Po që dhe po ta marrësh për shembull cikli Super Mario çfarë është? Cikli Super Mario është cikli i jetës. Domethënë del Mario, kalon një nivel, haca kërpudha, amuton merr ca florinj, amuton që i godet me kokë ato që i bien ato florinj, merr gjithë ato pikët që bëhen pikë ato. Arrin deri te finali, kap edhe flamurin
Pastaj shkon tek princesha, a kupton, që gjithmonë I thot ai dragoj, lufton dhe me dragojin për atë princeshën dhe gjithmonë I thuhet që I'm sorry Mario, but your princess is in another castle. Edhe I thot, hajde dragua haje këtë. Domethënë, a kupton, domethënë princesha jote është në një shtëpi tjetër. Cikli jetësor, po ta vështre është I tillë. Domethënë, vetë Super Mario, që është lojë për kalamaj, në një farë mënyre ka një lloj imponimi të filozofisë së jetës në tokë. Në këtë lloj forme ti do punosh gjithë jetën, do bësh lek, diku do hash dhe kërpudha, a kupton që njëherë do rritesh, njëherë do ndihesh I vogël. Do arrish atë flamurin që ke për të fituar atje, do luftosh me dragojnë ndërpasere, domethënë me të mirat dhe të këqijat e jetës, do të dali ajo princesha sepse logjika do krijosh familje, dhe në fund, domethënë ti do vazhdosh dhe do kalosh nga I dragua ke tjetri, nga I draguat e tjetri, nga I plotësim ëndrret e njëra, nga I plotësim ëndrret e tjetri, dhe në fund si mbaron ajo lojë, kush e mban nga? Vdes, refuzohesh me fokus. Unë se mbaj mend finale, kam çuar deri në fund atë lojë, atëherë se mbaj mend. Di që e mposh dragojën, gjen princeshën apo se gjen, ka kaluar gjithë. Unë kam gjetë gjithmonë hile, hypshat ato rreth sipër, kështu si bie shkurt si do ja ndoshta në fund fare e gjen princeshën, princesha e ha dhe princesha është vdekur. Jo, është kështu, si vdes ajo princesha, po Jo, lejmë. Po ta mendosh për shembull, e kupton, është cikli I jetës, mënyra se si ti trajnohesh, mënyra se si ti udhëhiqesh në jetë. Se që në fëmijëri I merr ti, domethënë këto lloj konceptesh jetësore, që pastaj jeta jote shkon në se ne flasim shpesh, ne flasim për moral, flasim për rregulla, flasim për ligje. Po tek e fundit çfarë bën këto? Kufizime janë kufizime që se kur e mendon holl, ligji është I barabartë për gjithë nuk është. Ligji është I drejtë, jo gjithmonë ligjet janë të drejta. Domethënë futet pak të relativiteti këtu se. Çdo gjë është relative. Po pra. Shikoj, ligji është më të fortë. Një gjë që është E mirë për ty nuk është E mirë për mua. Pra është relative. Pra teknikisht demokracia nuk ekziston praktikisht. Jo. Demokracia pastaj është iluzion. Demokracia Jo, po t'ja serojmë, domethënë që bëhet terreni gati, thash ta plas do. Demokracia dhe komunizmi janë edhe kapitalizmi dhe të gjithë sistemet janë sistemet që në një farë mënyre I forti të shkepi më të dobtin me mënyra të ndryshme ose me të mirë. Eksakt. Në forma të ndryshme. Po çdo sistem është iluzion. Që në momentin që ti thu populli, është një iluzion. Kush është populli? Populli jemi ne. Ne vetëm bashk mund të krijojmë popullin. Të tunë rrjeta prapë nduket. Pa del dhe një tjetër pas ka rëshkitur gjylate. Ke edhe pyetjen e fundit tash se? Jo, unë doja t'i bëja kështu që dalim nga kjo, nga ky prizmi, edhe shkojmë te dublimet. Jo, dalim, ikim nga dublimet. Dalim. Doja ta thoya edhe unë teori time kështu, po që është vërtetuar shkencërisht që njerëzit lëvizin para kohë, por thjesht praktikisht është e vështirë se mund të shpërbëhen në nivel molekular. Thjesht duan të dinë si ti bashkojnë prapë. Ne tham dalim, po jo të futemi skiç. Jo, doja ta thash ta them këtë sepse për shembull një mizë që lëviz shumë më shpejt se ti, ajo thjesht hetën shumë më shpejt në kohë se ne, se koha është I vetmi faktor që njeriu ose asgjë nuk mund ta shkatërrojë sepse gjithë tjerat I kemi shpik në kilogram, centimetër, çfarë. Po nuk ka njësi matë në univers, nuk ka ekzistuar matja. Koha është relative dhe entropia është ajo që merr gjithçka me vete. Eksakt. Natën e mirë. Rriti dita të flas dhe unë herë kështu me terma me gjona. Tu futa pastaj në teoritë e vrimës zezë. Mos u merr me vrimët e zezë, se aty nuk ka asnjë lloj teorie, është një proces biologjik më shumë se sa filozofik. Astronomik do thoja unë po nëse. Po rri. Dole në qellin e 7. Dole shumë saktë. Bëjmë lojë të lezetshme, do ma kap skemën direkt. Pa një. 3 filmat e tu të preferuar recently. Jo kështu all time, se e ke përsysh kjo është e vështirë apo të zgjedh te pa. Kto që ke pa tash afër 3. Që kam parë tani. Ishte një Eden, ishte goxha interesant si film. E di kush më ka pëlqyer shumë ky The Triangle of Sadness. Trekon që I trishtimit, po. Trishtimit. Ai më ka pëlqyer shumë, domethënë është goxha brenda kohëve që ne jetojmë. Hamnet ishte shumë I bukur. Hamnet. Okej. Hamnet si Hamlet? Po, më në. Hamlet.
që është për Shakespeare-in edhe, domethënë një trajtim shumë i bukur, sidomos madje aktorja kryesore fitoi Oscar aty. Okej. Aty më ka pëlqyer te ky çuni që luante Shakespeare-in, që unë e kam me thënë drejtën, domethënë ma ka shpifur te Gladiator 2-shi. Është lu aty, Është i njëjti aktor, po ja si është ndonjëherë. Ky parasysh domethënë ti e shikon një aktor. Është roli i gabuar. Është roli i gabuar për të Gladiatorit, po te Shakespeare është okay. Te ky Hamlet. Po nuk është se ky vit kishte shumë filma Oscar, me thënë drejtën, që ashtu më tepër edhe ai që fitoi ishte më tepër, akoma vazhdon kjo pjesa e wokizmit. Domethënë ku vazhdon goditet figura maskullore në një formë si thosh. Nëse se janë diskutime për një tjetër. Patjetër kur dush ne këtu jena. Se i shkon se më kujtu tash një pjesë, i shkon një gru tash kështu te 30-tat edhe shef një burr në market me çunin. Edhe shkon e puth te çunin. O sa i bukur kur të rritesh ti të martohesh me tetën e puthit te bab. Po. Edhe rriku i sekond dhe i thot imagjino, thot ta kisha bën këtë me një vajzë 5 vjeçare çfarë do kishte ndodhur. Po. Giotin vlla. Giotin. Te burgu burrave ka përdorur. Ikane. Dismendor. E kishin liru aty. Po çfarë thon nesër? 3 serialet më të bukura që po prisëm do të më bësh rank. Ta 2 filma. 2 filma thash. Apo Gladiatori si ishte te filmi. Jo, si ishte Gladiator, jo. Hamleti. Triangle of Sadness. Po, Triangle of Sadness. Edhe kam parë një film tjetër që më ngeli në mendje Unë do të sugjeroja Nuremberg për film. E pash Nurembergun. Shi bukur është Nuremberg. Unë adhurova. Paska tjetër. I bukur, po është një tjetër i këtij unë për shembull kam shumë qef këtë zhanrin histori. Prit më se e pash si film, edhe thash ky është filmi filanit, dhe kur pash titrat pastaj ishte filmi aty. Nolan, Scorsese. Ja, ishte Aronofsky, okay. Që mas whale-it. Se di kush mund të ketë qenë. Mas balenës. E nëse duhet kush e di le ta bëj Google. Po, na shkruani koment për çfarë e kuptoj. Do lëm suspense. Shkruani koment. Kur të vjen titulli, të vjen me titull jam i tmerrshëm. Po, unë vetëm për ftit. Edhe unë do të thosh në skem. Po thoshë tash serialet. 3 top, nuk po them Recently, se ato nuk i shef dot për 2 ditë, po. Po, domethënë një është Sons of Anarchy. Okej. Të gjithë mendojnë që është prej motorave, por jo. Jo. Është sepse krijuesi i Sons of Anarchy e ka bazuar atë te Hamleti. Dhe një nga arsyet që ai është serial shumë i suksesshëm është pikërisht sepse është i bazuar te Hamleti. Për mua Shakespeare është autori më i madh i të gjitha kohërave. Ky është nishi që skalon ai. Dhe të gjithë regjisorët e mirë kalojnë nëpërmjet Shakespeare-it, sepse tani nuk e di ma ka qenë një apo ishin shumë, s'rëndsi ka, por vepra e Shakespeare-it, domethënë shakespearianizmi gjendet te të gjithë regjisorët inteligjent, te të gjithë shkrimtarët inteligjent. Është shumë universal për. Domethënë Sons of Anarchy thashun të gjithë do thoshin Breaking Bad, e ke parasysh kështu, po Breaking Bad është më tepër nga ana teknike, po mund sigurisht se futi atë konceptin e filmit në seriale televizive, po. Është një serial që po e shikoj tani, domethënë kur kam kohë, është ky Boardwalk Empire. Okej. Që ka për producent Scorsese. Okej, duhet pa. Shkurt madje do të çuditni te emra, është shumë interesante, është Boardwalk Empire, ka kohë që është bërë, domethënë ka disa vite. Është me Steve Buscemi, është personazh kryesor. Është flet kryesisht për atë periudhën e prohibicionit në Amerikë, domethënë kur ishte ndaluar alkooli që fillon domethënë korrupsioni. Producent është Scorsese dhe serinë e parë madje e ka xhiruar vetë Scorsese për t'i dhënë atë temën e filmit, që pastaj regjisorët e tjerë ta ndjekin, se gjithmonë është të parën e bëjnë zakonisht autorët që t'i japin pastaj shihen regjisorëve të tjerë që xhirojnë, se ndryshojnë regjisorët në serial, nuk janë asnjëri një regjisor për disa, secili bëjnë disa episode. Dhe domethënë është kjo Scorsese dhe Wahlberg është. Ky Mark Wahlberg. Okej. Po. Të dy janë producent të kësaj. Krijuesi pastaj është një tjetër tim. Ky Mark Wahlberg ka bëj film tash ai komedia që tash. Da më vdi që ma të komedinë. Ka disa komedi në fakt. Pafund, po ky fundi tash ishte.
Ky ishte makabër. Ishte për mos të përmend. Mirë s'ka gjë, duhet ta shohim. Bolzap e ka emrin, kaq di të them. Bolzap e ka emrin, kaq di të them. Bolzap. Okej, nuk e kam parë, jo. Mos e shif. Mos e shif keq, çfarë? Apo ishte dalë komplet jashtë karakterit vet. Do të ka filluar dhe ai drogën me siguri. Ka mundësi shumë e thjeshtë. Tjerë të lënë zakonisht në moshën e tjerë, ka këtë filluar. Qefi është i keq, po dypim të ishnire. Se mdaja e keq tha. Po, Lord of the Rings ndoshta ose ne Jo, nuk Game of Thrones. Game of Thrones, po. Game of Thrones është serial, domethënë që sa herë ta shikosh, gjithmonë do shikosh një gjë të re që të ka shpëtuar. Ka goxha filozofi brenda, ka goxha tentuan të ribënin pas këtë The Dragon's House. Ajo, domethënë, ishte i parafroi, si thua, po e ke parasysh se arriti dot nivelin për mua. Se arriti dot nivelin, po njëkohësisht aty luaj shumë edhe me këtë konceptin e incestit dhe ajo nuk është shumë e pranueshme për çfarëdo lloj shoqërie njerëzore. Po. Domethënë për çfarëdo lloj audiencë. Ke parasysh ku Xhaxha i martohet me Mbesën, Mbesa bën kalamoj dhe me babain, pastaj edhe me Dajën dhe me Hamleti. Dhe mamaja ndërkohë shkon me shumë se te Game of Thrones një marrëdhënie keti që është midis motra dhe vllai. Po. Edhe ata në fund përfundojnë, përfundojnë goxha keq. Po, te House Targaryen ata dy. Kurse jo Targaryen janë këta. Po pra, që është vllai dhe motra. Jo, vllai dhe motra janë nuk janë Targaryens, janë këta të tjerët. Unë e di që vllai dhe motra janë Targaryen, që janë Beyond. Që ky humbet dorën. Ata janë Targaryens, po incesti tek Game of Thrones është me këto personazhet kryesore, thuaja me Jon Snow, po jo Jon Snow, familja tjetër që janë si kryesor ata, që është mbreti. Oho, po, e ka për këtu, po, The King of, si e ka, e arrova. Lancasters? Lannisters, fal, po, se nga trova unë Targaryen. Lannisterët, po. Te Lannisterët është motra me vllajën. Po, se nga trova Targaryen. Ai të bën lom. E po sepse ka sa ka 6 sezone? 6-7 mos them, 7. Po ai u finalizu keq në fakt, po kështu si realizime si të gjitha. E u bë shto ujë shto miell. Po si ka mundësi se si punë Vikingëve, edhe Vikingët kanë një serial shumë i bukur. Sa do e thoja, Vikingët për shembull deri te sezoni deri te vdekja e Bjornit. Jo. Deri te sezoni 3 ka qenë 4 ka qenë okej, pastaj unë për vete kam qenë shumë fan si këtij aktorit që Ragnar. Po Ragnar. Final Kimmel, si e ka. Kimmel, jo, Fimmel e ka. Është ai australiani, a New Zealand nga. Po. Pati një periudhë që shumë aktorë nga këta protagonistë dolën nga Australia. Australia ka prodhuar aktorë shumë të mirë, shumë trisht. Ndoshta si pasojë e izolimit monarkik që ata kanë në tjetër kontinent. Ai Ata kanë gjitha kontinent, Australia është kontinent. Australia është kontinent, shtet, qytet, edhe po janë gjitha bashkë në një. Gjithat janë fund, edhe atje prapë han Merimonga. O zot. Por që për shembull Vikingët ka qenë pik 2 sezonet e para, për shembull prezantimi gjithë ajo, domethënë që në episod parë 10 minuta godet se çapo no, pastaj vdiq personazhi kryesor i momentit që sipas autorit kishte qenë asnjëherë personazhi kryesor. Bëhet deri nga sezoni 4 që këta prap kanë një motiv se për çfarë po flasin. Pastaj fillon kjo luftra brenda fisit, siç e kemi në shqiptarët për It's Up Talk. Po më mirë se ajo logjike. Ato janë pjesë të kohës, nuk është. Po e di kush është më skandal. Nuk e di, e ke pa serialin e ri të Vikingëve, kjo që është Valhalla? Kjo është pasaj. E kam parë më Kjo është bazuar më shumë në historinë e vërtetë. Po pra, po kjo është skandal. Ndërtimi se si e kanë bërë serial është Gjithmonë më nxjerr sezonin e tretë nuk e nxjerr fare. Përqindja për të dështuar, në përgjithësi kur bëhet një sequel ose një pre-sequel, gjithmonë ekziston tendenca për të dështuar, sepse njerëzit ndonjëherë ngatrojnë, domethënë, kujtesën me të vërtetën. Patjetër. Domethënë sa më larg shkon në kohë diçka, bëhet gjithmonë idealizohet, pra bëhet kujtesë. Kujtimi është gjithmonë më i bukur se realiteti. Është si një vend që ti thua sa bukur ka qenë atje, të kem shkoj edhe një herë, dhe kur shkon mas 10 vjetësh, ai vend s'ka ndryshuar. Kujtimi jot për atë vend është ndryshe dhe ti thua pse këtu pas kam qenë unë?
Domethënë se amplifikojnë kujtesat Patjetër. në trurin tënd, por kur e shikon pastaj realisht diçka thua, tu s'pas ka asnjë gjë, domethënë por në atë kohë për ty ka qenë e bukur. E njëjta gjë ndodh edhe me Peaky Blinders për shembull. Po, dhe Peaky Blinders është e bukur. Pik 3 sezone. Pastaj filloi rënien drastike. Po rënien drastike sepse ti Ka dhe një gjë, domethënë në përgjithësi në teoritë e medias për shembull e televizionit, çfarë do lloj prodhimi? Ka një kulm, po themi deri 3-4 vitet e para. Pastaj ose do krijojë një status quo, pra që do qëndrojë, do mundohet të mbajë nivelin aty, ose fillon të bjerit, të degradojë. Shumica degradojnë. Shumica është e pa evitueshme, domethënë. Domethënë është një gjë e provuar kjo, nuk është se sigurisht që ka, domethënë, po themi prodhime që mund të vazhdojnë të rezistojnë deri në farë periudhë kohë, po tek pjesa e serialeve kjo është evidente që kalojnë 2-3 sezone, 4 sezone maksimumi, pastaj çdo gjë fillon degradon sepse pastaj është shto miell, shto ujë. Domethënë është, hajde deli personazh, ndonjëherë duplikohen personazhet që kanë qenë dikur, duan të risjellin ndonjë të ngjashëm me atë që ka qenë sa i bëri buj atëre ose e rikthejnë atë nëse se kanë vrarë dhe groposur. Pra është Lere të herë të dragojt. Se tek e fundit është fast food për sytë. Ja, vërtet. Unë mendoj se kjo pjesa bëhet më shumë për këtë anën financiare që ama se ram lek 2 sezone për shembull për mor X serial nuk po e përmend. Po, sigurisht. Edhe pastaj thonë ja fusim edhe 5 tjera zgjasin. Në fund kjo çështje financiare është sepse nëse flasim për botën jashtë, flasim për industri. Nuk jemi si këtu. Është vërtet. Këtu nuk ka industri akoma. As industri të mirëfillt televizive, as industri kinematografike. Këtu sigurisht prodhohen filma nga të gjitha format, se e has shpesh këtë diskutimin, që thonë, po se kjo s'është kinema, ajo s'është kinema, sigurisht që, jo të gjitha gjërat janë kinema, se gjithë thonë bëjmë film, po të flasim për film, hajde ulemi dhe shpenzojmë kohë bashkë, se kam bërë një vit kritik kinemaje. Edhe të ta shpjegoj me detaj, ma vër filmin përpara të jap elementet që pse ky gjë nuk është film. Ti quaj film sa duash. Që të thyrja aksit, mos fillojmë që nga bazike. Ato janë më minimale dhe ato s'para ndodhin më sepse edhe më ignoranti hap 2 leksione YouTube edhe i gjen këto lloj gjërash. Po filmi në konstrukt pastaj është ka ato paternat e veta, ka tonet e veta, nuk përzihen zhanret, se s'mund bësh ti edhe komedin, edhe tragedin, edhe serialin, edhe banalin, edhe seksin brenda, po edhe romancën, bën një mishmash aty, fut në Nutribullet edhe bum. I më bëj alldi aty pastaj. Por njihen, domethënë ka kategori, filmat ndahen në kategori. Ke kategorinë A që janë filmat e mira artistik, ke kategorinë B pastaj që janë këto filmat limonat që prodhohen për efekt që s'kan asnjë efekt përveç argëtimit. Dhe ne nuk e kemi akoma këtë balans. Pyetje kam unë se tash. E funë lesën e shkoj. Jo, shkoj. Se do ikim, se kemi filmat shqiptare ke pa këto të fundit domethënë se ato atëherë kanë qenë shumë pak. Me qara llafe filmat prodhimet e ndërpres pak. Ermalit përshëndeti para ca ditësh të një emision tjetër. Ta Genti tha mboni aktor. Ja, nuk e bëra unë aktor. Domethënë futi më mori nga kanto, po, kam dhënë një dorë. Herkuli ka qenë një kështu. Po, Herkuli. Ermalit përshëndesim që sa. Mirë, rafsh. Jo, shiko. Domethënë si Ermaliun jam përpjekur gjithmonë të punoj me të rinj, domethënë. Po ne me të rinj, se themin e me të rinj, se Ermali 2 vjet më i vogël se unë është valla. Nuk, domethënë unë isha në vit 4, kur Ermali ishte në vit 2. Nuk është se jemi. Po domethënë talenti është i joti, pastaj koha e dur, vendi i dur. Po e vërtet, gjithmonë kjo është. Pastaj talenti sigurisht ti nuk e bën dot një njeri të talentuar. O e ka ose ka. Ermali për shumë i buron, ajo lloj komedie. Për këto filma shqiptare që ta mbyllim me këtë tash Erlina, do t'jap lek që të kam marrë 10 minuta shtet. Filmat shqiptare, ke pa shumë, ke pa pak, ka rastisht shikosh këto. Çfarë mendimi ke overall do mendoja? Ja, nuk kam parë shumë të drejtë. Këta filmat për shembull, filmat e kinostudio, e qendrës të filmit, edhe s'ke ku ti shikosh faktikisht. Se me dëshirë për shembull do t'i kisha parë. Një pjesë i kam parë, po i kam parë në mënyrë private, po themi kur e ka bërë një kolegu im, ka thënë Gendo. Po misisht. Po, shikoje, parasysh edhe po nuk i kam parë shumica, se nuk është se ekzistojnë
Edhe këto filmat e tjerë pastaj që janë për YouTubera, në për kështu, mu më bezdisin kur I shoh në YouTube, me thonë drejtën se dalin reklama shumë në mes. Jo anesin e këtij. Andej, domethënë. As nuk ta paguajnë, as nuk ta kërkojnë. Dalin reklama shumë në mes, pastaj unë e ke parasysh ndonjëherë nuk dua të prish shijet e mia. Domethënë se jam nisur për shembull ndonjëherë me pritshmëri të larta, po themi, për dikë që mund ta njoh dhe s'më ka rezultuar. Edhe thua, më mirë nuk po ruaj atë shijen që kam të këtij robit, po themi, se sa. Po, shiko, edhe çështja pastaj këto filma komerciale. Këto filmat që bëhen për efekt komerci, për të fituar lek nga YouTube-i apo kështu, nuk janë domosdoshmërisht kinematografike, janë thjesht filma komercial për të fituar robi që I bën lekët e investimit apo ndoshta edhe më shumë. Domethënë nuk hyn te shijet artistike. Realizimi sot nuk diskutohet që teknologjikisht sigurisht që do jenë super, po filmi nuk është thjesht teknologji. Kur flasim për film, kinema, kur flasim për kinema. Pastaj filmat ndahen kategori. Ka nga aja deri te filmi, si ta bësh filmin më keq. Ka dhe festivale kategori. Jo, është, kjo kategori ekziston. Në Amerikë për shkak ekziston kjo. Është një lloj kategorie filmash se si ta trajtosh ngjarjen sa më keq që të mundesh. Po, kam parë një variant. Kam parë një variant për shembull të Trojës, që ishte I kësaj lloj kategorie. Seriali Netflix. Nuk ishte gjë më të ndyrë, domethënë që ti të shikoj, ishte një gjë vetëm për të të ngritur nerva ty. Dhe ata e cilësojnë dhe atë ka idiotësi bota sa duash. Mos është ajo me Akilin Esmer? Nuk e di domethënë. Është një Akili po ka vite, s'është drejtë. Ku në Amazon ka qenë si serial, mos. Okej, ajo është. Po në vende të tilla ekzistojnë industritë filmike, domethënë prodhohet filmi mirë, prodhohen dhe këto limonatat. Në Shqipëri do ka kjo pjesë. Në Shqipëri momentalisht më tepër ka limonata në evidencë se sa nuk është se filmat po themi që prodhohen me efekt kinematografik real, nuk është se shfaqen ose nuk është se I gjen kollaj, ose nuk është se shiten, se normalisht një film duhet shitet diku që ti ta shikosh. Për shembull, Netflix është I mbushur me filma europian. Pafund. Amazoni është I mbushur me filma europian. Crave, që është një tjetër që është andej, është I mbushur me filma europian. Ka pastaj platforma si Tubi TV për shembull, apo Pluto, që I kanë me reklama ato në mes, sepse janë falas, nuk paguan në muaj, por ama kanë, I gjen. Është shumë vështirë të gjesh filma shqiptar sot e kësaj dite në platforma të tilla. Ndoshta edhe për shkak të tregut, ndoshta për shkak të gjuhës, ndoshta për shkak të cilësisë që flasin, sepse neve mund t'i bëjmë fresk njëri tjetrit sa duam, që bravo ke qa këtë planin e ke bërë kështu ashtu. Ai tjetri atje që është kritik dhe merr thot, më fal, po për 1 2 3 arsye, për 1 2 3 parametra, ky nuk është film artistik ose nuk plotëson kushtet e platformës tonë. Se secili ka parametrat e veta. Dhe është industri. Netflixi po themi që njohin më gjërë, tashmë është industri, nuk është thjesht një platformë që transmeton filma dhe seriale. Është edhe prodhues. Bleu Disney ose Apple-i për shembull. Apple-i kam qenë në një serial të Apple-i që xhirohej në Montreal, ishte 1 milion e ca dollar seria, domethënë imagjino çfarë kostoja. Ishin aktorët që ishin të mirë, të njohur, nuk është se ishin super njohur, ama kostoja atij, domethënë 12 seri, atij ishin 12 milion dollar fondi. Vetëm për xhirime. Pra, flasim për industri. Ne këtu s'flasim dot për industri, sepse ti nuk je një vend që tashmë ke kinema, ti ke shumë pak kinema. Ndonjëherë përshtaten salla teatrosh apo qendrash kulturore për kinema, nuk është e njëjta gjë. Filmi ka nevojë vërtet për kualitet për të transmetuar. Është gjuna që të vësh një projektor ordiner, po themi, të zakonshëm. 2 boksa, 2 poshtë. Dhe ta projektosh në një bezë të bardhë çfarë qaftë, domethënë. Duhet ai ekrani argjend, që ti të marrësh komplet emocion. Vetëm audio 5.1 ç'është ndjesie tjetër. Kjo është domethënë, apo në rastin më të mirë, domethënë tentojnë, prodhojnë, kanë dëshirën e mirë dhe bravo I qoftë. S'kam në se këtu do dilja, është gjë e mirë kjo që
nga një po bëjnë Gjë e mirë do po ishte bëjnë në qoftë se do pesë. kishte edhe prodhim real, Çik profesional. A mendon se është shik dhe vështirë nga kushtet që janë se edhe Ja, s'ka se- Ta thash, domethënë në një vend ka dhe që ti nuk ke vështirësi. industri, që ti nuk ke treg për këtë punë, gjithçka mund ndodhi. Kjo është Si efekt. ky kolegu im thotë jo, më fal se po ndërpres. Erlino, sa njerëz kemi diskutuar në që kanë thonë do bëj film ose kanë bë film ose kanë plan të bëj film, por shteti ka zero financim, unë s'kam ku t'i gjej lekë. Hajde vlla, hajde se Po, ka ajo, një po. fund sa dush. Unë kam Shiko. pas punu me filmat, bëja montazhe audio, vlla dhe kishin fonde të frikshme. Me miq. Po flasim, jo, s'ka lidhje miq. Dakord me sponsora me gjona, kam bën një paçavure 2.0. Sepse nuk Dakor? kanë qenë ti kanë marrë fonde të gabuara. Po hapër po. Shiko, e di si është puna, domethënë se është edhe kjo është ajo shpreha që thon sa të mendoj ti mençuri budallaj bën kërdin. Po. Unë s'du t'i quaj budallën këta se nuk jam budallën, dhe s'kam se t'i quaj të tillë, domethënë se as nuk Nëse njoh. metafora kur i thon Po fjalë. metafora është e tillë sepse sido që tjetë, për shembull, unë si gent, po themi për aq eksperjenca kam unë, për aq bagazh që mund të kem krijuar për gjatë profesionit tim dhe aq sheshe xhirime sa kam parë, nuk marr përsipër që të bëj një gjë dobët. Kur ta marr përsipër ta bëj ashtu siç duhet. Eksakt, Dhe nuk pra. marr përsipër të bëj një gjë që thjesht të shikohet në kinemat e Tiranës dhe të vdesi aty dhe pastaj të futet në YouTube dhe le ta shikojnë edhe ata njerëz që s'kan parë ndonjëherë kinema. A më kupton? Që s'kan shkuar ndonjëherë në kinema. Se Eksakt. shumica e YouTube-it nuk është se kanë shkuar ndonjëherë në kinema. Po, e vërtet. Jemi realist. Domethënë, dhe nuk e marr përsipër këtë. Dikush tjetër që nuk ka asnjë gjë për tumor, as reputacion, as emër e merr përsipër dhe bën kollaj, se tek e funit i futi dorë me lek, mëson dhe pensiona, sigurisht ndoshta ke dyta mund ta bëj dhe më mirë. Domethënë po prap nuk marr përsipër që ta bëj një gjë të tillë me kosto, duke bërë kosto të emrit tim. Më mirë më mbaj mend për mirë si qisha se sa të më shikosh në një formë që as unë se meritoj, as ti se meriton të shikosh mua në atë lloj forme. Vërtet është. Kjo është që ndodh me kineman, po duke mos pasur treg është më se normale dhe nuk është se shteti shqiptar është në atë lloj forme që të kushtoj rëndësi realisht artit dhe kulturës momental. Për shumë, domethënë u bë 3 dekada. Fondi kinemas ton i qendrës së filmit për të prodhuar filma cilësor, se duhet parë edhe kjo. Duhet parë sa është shifra vjetore. Nuk është as sa çereku apo gjysma e fqinjve tanë. Që përdorin për grimierët. Që jo, fondi në Po total, pra, domethënë e është fondi jonë sa që përdorin për grimierët atje. Po e di Po. çfarë ndodh me këtë pjesë. Me këtë pjesën e fondit, domethënë e këtij lloj investimi, se ky nuk është investim që ti do ta marrësh nesër. Ky është investim në afat të gjatë. Ky është investim që ti nesër krijon, që të krijohet që thon, siç themi ne, kinema spanjolle është shumë e bukur, kinema italiane ka tradit, kjo kinema ka kështu, kjo kinema ka ashtu. Ne nuk kemi as tradit, as edhe atë pak që u përpoqën ta krijojnë disa emra, domethënë kineastësh që u shkolluan dhe jashtë, që sollën bagazhin e kështu. Sot pothuajse shpërbohet për këtë shkak. Se nuk mund të bësh art gjithë jetën ti me barkun bosh, ti mund të bësh punë e para, mund të bësh pa lek. Po pastaj, më fal, a ke ti familje për të mbajtur? A ke ti nevoja jetike? Sigurisht që ke. Por këtu nuk kushtohet rëndësi. Po ti kushtohet rëndësi, këtu ka vërtet shumë festivale filmash. Problemi është a ka fonde mjaftueshëm të prodhohen filma për këto festivale? Dhe shkon një film 6 herë me i festival. Po ç'do bëjnë se ato filma janë laj thaj. Ke njerëz me dëshirë ploti sa duash që bëjnë dhe filma pa lek, po ato kanë çedenca Patjetër. në anën artistike. Ato janë të mira dhe të bukura sepse ti e di që është një pasion i atyre njerëzve që i kanë bërë aty brenda, po. Se nuk e bën filmin aktori, nuk e shet filmin aktori. Ajo është e vërtet. Është mendimi i gabuar që vetëm aktori shet filmin. Filmi e shet produksioni dhe distribucioni. Që janë dy koncepte këtu që akoma producent mirë ka këtu në Shqipëri. Nuk është se s'ka. Por distribucioni është një pjesë më vete pastaj. Nuk janë distributorët të aftë, nëse ka distributor, nuk e di a ka distributorë në Shqipëri. Me kokra po që se jam, po di që po. Distributorët duhet të jetë i lidhur në botë. Domethënë jo i lidhur në Shqipëri. E këtë e bën producenti këtu të ne. Domethënë ngatrohen këtu pozicione. E pra, Producenti ndonjëherë bën edhe regjisorin, bën edhe aktorin, bën edhe scenaristin, bën edhe ultra all inclusive, bën edhe audio ndonjëherë kur s'ka çfarë. Bumistin. Po bëre shumë gjëra, s'ke bërë asnjë gjë. Siç duhet.
Edhe kafe turk ai edhe mëll. Edhe do ta mbyllim edhe ne me këtë shprehje, më pëlqeu. Beqeo, e the në fillim me Të falja shumë do më bëni shoku dermal. falenderoj. Jo, se flas vet. Para ca ditësh që nuk e fora. Flasim më pas herë. Po jo, më flasun në përgjithësi. Jo, se unë nuk merrem me gostin shqiptar. Ne mund të kishim folë edhe 2 orë tjera pa frikë, se që Zorri Ermali. Do ta mirë. Sa ka po. Di që sot jam kënaq shumë edhe pse ka kalu shumë. Ore, unë thjesht se e di që kemi ca punë, pa jo se dhe kisha ndërprerë. Se për shpirt kishim vazhdo derisa të kamera error. E kishim bosi serial po. Eksakt. Ka 45 episode. Po. E ndaj me parte. Duhet lidhemi pasaj online se nuk S'është problem, gjë që po bëhet. kam podcastin tim, kështu. Po ta kam pak këtë gjë. Më pëlqen super shumë nismë që Po, mundohemi domethënë të bashkojmë 2 aspekte të ndryshme, këndvështrime të ndryshme. Unë me njëri që ka munde, me njëri që ka shpendi, kështu që. Do ta bëjmë një bashkë patjetër. Por, Një bashkë bisedim pse jo. patjetër. Po, si fillim mirë të uroj sukseset e projektit dhe sa më lart. Faleminderit. Këtu edhe atje. Sa më lart tash me këmbë për tokë. Mirë, patjetër, po ndërrohet shumë me kata Si janë të shprehjet e mira, kemi shneti se meni është luks. Po, patjetër. Sa po bëre një reklam për taksi kam përshtypjen. Inshallah po I merr sponsor. Jo, unë s'e përgjithësim. Okej. Miropafshim edhe ju. Maroj edhe 10. Shadow Clone.